Të nderuar miq të televizionit shqiptar, mirë se erdhët në rubrikën sportive të parë për këtë vit të ri 2016. Kemi nisur pak me vonesë në fakt për shkak të disa ndryshimeve të vogla që kemi bërë në skenografi, por edhe në faqosje. Aktiviteti futbollistik nuk ka nisur ende, megjithatë problematika e futbollit shqiptar ka qenë e pranishme në këto ditë të para të vitit të ri. Ne do të flasim për shumë tema sot, sigurisht do të flasim për merkaton e dimrit, ku flamurtari duket që të jetë ekipi më aktiv. Do të flasim gjithashtu edhe për propozimin për tritur numrin e lojtarëve të huaj të federuar në klubet shqiptare, por edhe për gjendjen e lojtarëve të kombëtares në klubet respektive. Për këto dhe për shumë të tjera do të flasim sot me një panel të veçantë, por fillimisht unë dëshiroj t'i uroj mirëseardhjen për herë të parë në studion e rubrikës sportive administratorit të përgjithshëm të ekipit të flamurtarit zotit Sinan Idrizi. Mirëmbrëma? Mirë se erdhët. Atëherë se për batut, penalizim nga FIFA, penalizim nga pronarët e shtëpive ku kanë ndenjur futbollistët në kohën kur ju nuk e administroni flamurtarin, në penalizim tjetër që nuk e dim ka? Për sy të keq me fjalë. Këto penalitetet janë gjitha syri keq. Syri keq. Syri mish, ai thatë pak më para për merkaton e re. Okej. Mirë, do të flasim dhe për rastin e Toni Pezos, për shkak të cilit flamurtari është penalizuar me 3 pikë, dhe sigurisht nuk ka më mirë se sa Elton Marini për të na sqaruar për këto çështje, por edhe për çështjen e merkatos. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Atëherë, vetëm flamurtari ka detyrime të tilla që penalizohet apo ka dhe ekipe të tjera? Në dijenin tënde. Në dijenin time të paktën në praktikën e 5-6 viteve të fundit mendoj se ka shumë ekipe të tjera që kanë pas probleme kontratuale, sidomos me lojtarët e huaj. Okej. Përfituam nga pushimet e emisionit e Hëna Sportive për të huazuar gazetarin Sajmir Demi. Atëherë, do të flasim sot, Sajmir, edhe për prezencën e shtuar të vëllezërve kosovar në kampionatin shqiptar, duke ju referuar edhe një editoriali në Panorama Sport të ndim. Ku janë lojtarët me në Shqipëria? Kjo është për ta keq, pastaj kjo është penalizon pak edhe presidentët me e kemi këtu zoti Idris. Sepse ata mendoj që kërkojnë më shumë vëmendje, më shumë përkushtim që të kenë edhe ata mas gjithë asaj djerse që derdhin që fëmijë kushte jo normale, të janë ata dikush. Nuk është se jam kundra pranisë futbollistëve të Kosovës, mësa ata janë një gjakë e këtu i kemi po. Po mënyra se vijnë duke sikur është abuzive. Okej. Topin e artë e fitoi Leo Messi dhe duket që është trofeu i vetëm i pastër në futbollin botror. Mirëmbrëma me Qarit, besoj se i lumtur apo jo? Si të gjithë sportdaqësit, ka fituar ai që meriton. Njeriu që do të jetë i parritshëm ndoshta në shekullin 21, nuk dim në shekuj tjerë, është i jashtëzakonshëm, i mrekullueshëm, dëfrimi i njerëzimit. Okej, po mund ta quajmë trofeun e vetëm të pastër, siç e përcaktova unë? Të trofe, pra topin e artë? Si të pastër. Do me thënë, një kompeticion i pastër, sepse të tjerët mund të i papërlyer. Mund ta quajmë kështu? Të vetmin apo ka dhe të tjerë? Nuk di pse aludohet për topin e artë. Jo që t'jetë topi i artë i përlyer, i vetmi që është i papërlyer. Te gazeta shqiptare, topi i artë pa hajdut që e kisha dje si editorial në gazeta shqiptare. Pikërisht, asaj po i referohem. Nuk kishte lidhje me Mesin, por me përjashtimin e të keqes, edhe nga gjëra të tilla, madhështore, të magjishme, ceremoni pra tepër mbretëslënëse që zhvillohen një herë në vit dhe që mbështjellin pranë ekranit gjithë botën. Pra, kur nuk është Blatter dhe Platini zotrit e futbollit botror, sepse ishin të përlyer me afera korruptive, kjo do të thotë se bota e qytetëruar ditë i përjashtoi e ta sulmoi të keqen. Ndërkohë që aludimi im ishte që në shumë vende, për midis tyre, tipik jemi në shqiptarët, që të keqen e kemi përqafuar prej kohësh, e s'pandam. Sa i referohesh edhe unë. Mirë. Mirëmbrëma Fatmir Mneri. Atëherë do të flasim sot edhe për gjendjen e lojtarëve të kombëtares në klubet ku luajnë. Ka ndonjë teori konspirative vërtet në këtë mes, apo janë probleme të vetë lojtarëve me klubet? Jo. Ku nuk po aktivizohen? Jo, aktivizimi i futbollistëve, sidomos të ekipit kombëtar tonë, gjithmonë ka qenë problematik. Nuk është se kemi lundruar në një det të qetë, me thënë. Por gjykoj që në jo pak rase, sidomos sa i takon kampionatit zviceran, duken gjërat më tepër të pompuara dhe larg realitet. Okej, mirëmbrëma Gerda Gjiu. Mirëmbrëma. Do flasim dhe për merkaton e dimrit, sigurisht, cili nga ekipet të ka surprizuar më shumë, si pozitivisht, po ashtu edhe negativisht, deri më tani?
Ju thot me 4 dimrit, por nëse nuk do të ishin temperaturat e ulta, do ishte idealet për merkaton e prak sezonit sepse ka shumë lëvizje nga të gjitha skuadrat. Mendoj që Flamurtari ka lëvizur me drejtë sepse janë larguar shumë lojtarë. Partizani shumë zhurmë, por ndërkohë Skënderbeu duket më ekuilibruar raporti drejt i numrit larguarve me të afruarit. Okej. Mirë, kjo sa për fillim, ne do ta nisim me temën e ditës. Flamurtari penalizohet me 3 pikë nga renditja aktuale duke zbritur në zonën e ftohtë. Do të ndjekim fillimisht një kronikë nga kolegu Elban Hasani dhe kthehemi në studio për të diskutuar. E shkuara dëmton Flamurtarin e sotëm. Nuk do të mjaftonin problemet e hasura gjatë pjesës së parë të kampionatit për skuadrën kuqezi, pasi një tjetër problem me Zanafil vite më parë penalizon bregdetarët. Flamurtarit janë hequr 3 pikë nga renditja e përgjithshme për shkak të borxhit të paguar me një ditë vonesë ndaj futbollistit kroat Toni Pezo, i aktivizuar gjatë periudhës 2010-2012 tek Vlonjatët. Në fakt në muajin dhjetor, pasi erdhi shkresa nga FIFA për shlyerjen e Pezos brenda një javë, drejtuesit e klubi Vlonjat bën pagesën e shumës për kace, që ishte 17.500 euro, duke përfshirë edhe shpenzimet e gjyqit, pikërisht me 28 dhjetor. Por duke se ka pasur një vonesë të shtunën në klubin kuqezi, ka mbërritur një tjetër shkresë që përcillte vendimin e formës së prerë të marrë tashmë nga FIFA. Kështu Flamurtari zbret në kuotën e 13 pikëve në zonën e ftohtë, pasi qëndron në vendin e 8, vetëm fal golaverazhit më të mirë se Bylisi. Duke parë situatën e borxheve të akumuluar nga koha kur klubi administrohej nga Bashkia e Qytetit, te Flamurtari ekziston frika e ndonjë penalizimi tjetër të mundshëm, por jo për Toni Pezo, pasi për këtë ish futbollist tashmë është bërë pagesa, por për lojtarë të tjerë, si ish mbrojtësi Blažo Rajović dhe ish sulmuesi Aleksandr Bajevski, të cilët e kanë fituar gjyqin në FIFA. Problemet për mos pagesë të lojtarëve të huaj, të cilët e kanë dërguar çështjen në FIFA, nuk ka vetëm skuadra e Flamurtarit. 24 herë kampionët e vendit Tirana është skuadra e cila ka disa çështje të ngjashme për sa i përket lojtarëve që nuk janë paguar, por edhe Vllaznia ka kaluar një situatë të tillë në fundin e vitit të kaluar. Edhe sjellja e vet Federatës Shqiptare të Futbollit në fakt ka ndryshuar për aktorë të ndryshëm, sepse nëse Dinamo sezonin e kaluar, Vllaznia Tirana janë asistuar nga institucioni më i lartë i futbollit në këtë çështje, nuk mund të thuhet e njëjta gjë në këtë rast për Flamurtarin, i cili duket se është lënë i vetëm. Historia e zbritjes së pikëve nuk është e panjohur për futbollin tonë, sepse kjo ka ndodhur edhe një sezon më parë si në kategorinë e parë me Dinamo dhe Elbasanit, ashtu edhe me Vllaznin në fillimin e edicionit të kaluar. Atëherë tani si bisedën me zotin Idrizi. Këto ditë jeni shprehur që ju ka lodhur kjo situatë. Si mund të shpëtoni këtyre situatave, të paktën në këtë kohë kur e keni ju ekipin në administrim? Si mund të shpëtojmë këtyre situatave? Sot në mëngjes kam patur një komunikim me kryetarin e bashkisë, zotin Leli, për gjetur të paktën në rrugën e dytë të vazhdimësisë se çfarë do të ndodhë. Besoj diçka të mërkurse të enjtë do të ketë një mbledhje tjetër, kjo është pjesa burokratike e çështjes. Thelbi është diçka tjetër. Thelbi që unë ngulmoj her pas here është ndarja e qartë e pozicioneve, bashki dhe administratë. Pra kur kam përsëritur dhe kam thënë mirë të qartë që duhet të dim pozicionin ton të administrimit, sepse nuk vazhdohet më me këtë lloj administrimi, shumë nuk na kanë kuptuar. Pra ka qenë e vështirë të shpjegojmë të tjerëve që është bashkia pronare 100% apo këshilli bashkiak i klubit sportiv Flamurtari. Dhe çdo vendim duhet merrej në bashkëprendim me strukturat e kësaj. Shpresoj që në hapin më të shpejt të dy që do të erdhin bashkërisht të paraprim këtyre situatave që nuk janë korrekte për klubin tonë. Pse është vonuar pagesa sipas jush? Keni hyrë në tratativa me Federatën Shqiptare të Futbollit për të mos arritur deri tek penalizimi nga FIFA? Në datën 22 ka ardhur letra në mos të gaboj, 25 bankat në Shqipëri kanë qenë të mbyllura, 26 e shtunë, 27 e diel, 28 mëngjes është për pagesa. Njoftimi na ka ardhur, njoftimi datës 14 ka mbritur vetëm dje në klubin tonë, ku thuhet që për shkak të vonesës së të zgjatur, i qenë 3 pikë. Nuk ka patur
pra tratativa me Federatën Shko që Shqiptare? jemi korrekt. Nuk besoj se faji madh është i Federatës Shqiptare në rastin me fjalë. Ka që kemi të paktën rreth një vit që në pranë klubit tonë kanë mbritur 2 ose 3 shkresa nga FIFA dhe nga Federata E në fakt doja të pyesja edhe për këtë, edhe sa raste të tjera janë? Shko, është rasti konkret është i Toni Pezos. Pra që nga janari, shkurt, mars dhe vazhdimsi këto letrat pra ne kanë mbritur. Ja kemi përcjell bashkisë nga cilat nuk e marrë përgjigje. Janë gjitha të arqivuara. Në kuptimin sepse kontrata e menaxhimit të klubit është shumë e qartë. Borxhet e para kontratës tonë i përkasin gjitha bashkisë dhe Këshillit Bashkiak. Në kohën e menaxhimit tonë, ne nuk mbajmë përgjegjësi për ato çfarë ka ndodhur para nesh. Okej? Nuk e marrë përgjigje dhe jemi sot të fashi gjendje. Okej. Mirë, për të qenë transparent, ne kemi kontaktuar edhe me ish kryebashkiakun e qytetit të Vlorës, zotin Shpëtim Gjika, i cili për momentin nuk mund të prononcohet, por ka dhënë fjalën që do të prononcohet në një moment të dytë. Atëherë, Sajmir, nuk është vetëm çështja e flamurtarit, ka dhe ekipe të tjera që kanë të njëjtat probleme. Pse është lënë vetëm flamurtari në këtë rast? Pra ne doja të thoja që tani zoti Driti thotë që federata nuk është shumë fajtore, dhe mbasi edhe kështu është. Megjithatë, federata është ajo që organizon aktivitetin, dhe aktiviteti nuk luhet vetëm fushë, është gjithë organizim. Ndërpres pak, unë nuk kam marrë të bëj argumentimin e të kur i thonë njëri i njerëkës, njëri i nënës, më kupton? Kur them federata nuk është shumë fajtore, domethënë trajtimi i njerëkës dhe i nënës është problem tjetër, por në rastin konkret, rastin ligjor, është një strukturë. Ju jeni administrator dhe mund të thonë, mund të gjykoni kështu, kurse unë jam gazetar, gjykoj ndryshe, mund ta them edhe këtë. Sepse kemi raste siç është rasti i Shkodrës, por janë shembull. Rasti i Shkodrës që ishte për të penalizuar që u gjendën parat, që nuk u gjendën nga vllaznia, por u gjendën nga federata. Ose rasti i Tiranës pak më përpara Shkodrës. Kështu që kanë ndikuar dhe federatat me asistencë, edhe mirë ka bërë sepse kanë klube që mund të jenë në vërtetësi për moment. Nëse këto nuk janë konfirmuar dhe unë masa nuk i marrin për të mirëqenia, por nga që kemi dëgjuar nga njerëz brendshëm që unë i besoj. Kështu që të rasti flamurtare ndryshon, sepse këtu nuk flitet për mungesë të financave, këtu flitet për një asistencë, për kujdes nga ana e federatës, si mund ta bënte shumë mirë. Edhe kjo i mjaftonte që mos të penalizonin me 3 pikë në këtë moment që është merkato që këta kanë hyrë fuqishëm. Dhe që po ndërtoni skuadra që të marrin pak një trofe siç pretendojnë të jetë Kupa e Shqipërisë, që mund të sjellin në Europë. Kështu që unë të them tani si gazetar, që nëse për hir marrëdhënieve jo të mira me drejtuesit e një skuadre që nuk vin mas fies, nuk mund të penalizohet flamurtari. Kto është ideja. Pastaj nëse ata nuk janë 100% fajtorë, është ata që e kanë administruar përpara, kjo është çështje tjetër. Okej. Neri penalizohet flamurtari, por cënohet e gara apo jo? Natyrisht, këtu nuk mund dalish te një logjike të përgjithshme të zhvillimeve, sidomos në marrëdhënieve ndërmjet futbollistëve dhe klubeve, po problematika është therse gjykoj edhe shumë e vështirë për të kaluar, sepse ne nuk kemi dhënë prova që nuk dim të ndërtojmë marrëdhënie. Ajo që të lind vetiu duke dëgjuar raste të tilla si pyetje, ka të bëjë në fundit me nxjerrjen një konstatimi që klubet shqiptare nuk janë të përgatitura për të hyrë në këtë, po e quajmë me fjalë të madhe, ekonominë e tregtit. Pse ndodh ka që gjithmonë fiton menaxheri dhe lojtari? Dhe nuk ndodhi një rast që lojtari të penalizohet nga klubi. Sepse menaxherët për hir të zanatit të tyre kanë gjetur të penetrojnë, krijojnë edhe momente, duke sjellë, sepse ne këtu jetojmë, shohim, duke sjellë edhe deng pa mark, thonë tiranësit, futbollistë që vetëm kërcasin nder, arrin të bindin përmes formësh nga më të ndryshme, dhe të vjen të ngelet 5-6 aty. Dhe kjo them që ka të bëj përgjithsisht me anën profesionale të menaxhimit të klubit që këtu mungon. Nëse ne kemi arritur të bëjmë kurse trajnerë, kurse drejtorësh teknik, drejtori sportiv, vej emrin si duhet drejtori i klubit, është një zanat që kërkon kohë që të arrit përfaqësohet dinjësisht në klub. Shqari, të gjithë në zë thonë dhe pranojnë që kjo është vetëm maja e icebergut. Po, duke dëgjuar këtu, më falni, mund duket e gjitha si një lloj mashtrimi ky futbolli shqiptar.
për të mos thënë informalitet. Sepse në qoftë se përpara e paska pasur bashkia dhe sot po vuajnë në administratorët apo presidentët, ky mashtrim vazhdon. Sepse në Vlorë pa dashur të bëj kokë turku vlonjatët edhe drejtuesit e klubit, por vinë deri nga Gjeorgjia. Edhe derisa e merr deri në një vend larg, të smer lojtar tuaj, do të thotë që ti beson shumë tek ata apo tek menaxherët. Këta ikin, vinë të tjerë prap nga Brazili. Është një vërshim i hatashëm. A thua se ne jemi qendra e botës, pavarësisht se s'marrim hyje, por e kam qyt diku mallrat gabit, të dalë bojë dhe të shkatruara, jashtë modem, sepse unë nuk shoh që edhe një Radas që është prej vitesh kampion tek Skënderbeu, thashë themnaj ka arritur deri aty se s'ka marrë parat e s'ka ardhur, pavarësisht se kundërshtohet nga presidenti apo nga ndonjë tjetër. Pra, jo më kote quajta mashtrim. Që janë këto gjithë të lojtarë që vinë, sa fusin këmbët, ikin dhe hedhin gjyq, marrin parat, edhe kështu vazhdon pa thonë ky mashtrim. Kështu do të quajmë. Gerti, bëhet lajm vetëm kur marrin penalizime nga FIFA, po sa dosje ka të tilla, sa konflikte ka në Federatën Shqiptare të Futbollit? Ja, unë me që ishim të profesor Mneri, pra në me zgjidhje së konflikteve. Në qoftë se FIFA, apo dhe UEFA, ti bëj palë të dyja, neglizhojnë Federatën Shqiptare të Futbollit për aspektin e regjistrimit. Ka 3 vjetë që me ndërgjegje FIFA dhe UEFA, për rastin konkret, neglizhon, sepse regjistrim do thotë shpenzimet vjetore të ngrira në një llogari. Dhe ndoshta e di shumë mirë që 3-4 skuadra mund të jenë në gjendje ta paguajnë që në partencë dhe rrezikon që mos të kalojmë në amatorizëm. Por direkt godet në pikë. Më duket jo e drejtë në vendimarrje. Unë duke qenë teknik, mund të flas më mirë për pjesën e teknikëve, dhe thosha që Shkëlqi Muça ishte i fundit që e fitoi në një sektor në Federatën Shqiptare të Futbollit, edhe pse ne akoma nuk kemi në vitin 2016 një ligë trajnerësh, një shoqat trajnerësh. Është tentuar me profesor Birshën disa herë, nuk u arrit. Dhe sot vazhdojmë, ishte mundluta që i kishte mundësitë financiare, po jetonte në perëndim dhe e ndoqi gjyqin në UEFA, kurse të tjerët dorëzojnë në dyert e federatës. Unë jam një nga viktimat e një skuadre që kam drejtuar, X lek, ku të shkoj, do të thonë, o të lartë e poshtë vetëm udhëtimet, do më shkonte vlera që unë do kërkoja. Por edhe futbollistët e tjerë ka një paradoks. Ka shumë lojtarë që shkojnë në FIFA, në UEFA, në këto institucionet për lekët mbrapsht, ka dhe shumë marrëveshje. President, lojtarë që largojnë në janar. Janë pothuajse barabart numri. Shumë ikin të pakënaqur dhe shumë të tjerë u jepet kartoni me një marrëveshje gentlemanësh. Ka ndodhur në shumë skuadra dhe në janar tash kemi pasur shumë raste. Devijuam dhe futën në marrëdhëniet, më thonë, klub futbollist, edhe me gjithë problematikët që kam, po mund duket që tek rasti i Vlorës thelbi i çështjes është marrëdhënia e klubit me bashkinë. Më them se me ato që kemi lexuar në shtyp, edhe me ato që thotë edhe zoti Idrizi këtu, ndonë se paguan kusuret e paraarzëve, nuk njihet fakti si kontribut. Kjo është jashtë çdo lloj logjike. Nuk mundet një institucion, një shteti nuk mund t'i bishnoj vetvetes. Se di, s'mund thotë e ka pas fare bashkia e kaluar. Bashkia aktuale. Ne konsiderojmë bashkia është bashki pavarësisht se si ndrojnë drejtuesit. Dhe rastet konkrete, të paktën mas një kalvarit gjatë, lexova pse jo me kënaqësi në shtyp që Bashkia Tiranës do të marrë përsipër një pjesë të mirë borxhe flet rreth 750 milion lekë të vjetra. Kështu që nuk mundet ti të thuash që kontratat e futbollistëve pas kanë qenë ilegale, ndërkohë që të bjen, po e them kështu surratit, fakti që ai tjetri i njeh. Se vinë gjobët.
edhe penalizime, sepse FIFA, UEFA, kur e ka parë kontratën, ka thënë që kjo është e rregullt. S'mund të thuash që është ilegale kontrata. Po. Se di është një nonsens. Zoti Idrizi, është e vërtet që keni premtuar që në qoftë se do të privatizohet klubi i Flamurtarit, do të shlyheni çdo detyrim të paraardhësve tuaj? Ne kemi filluar duke shlyer tashmë. Po të gjitha flas, jo pak e pak. Domethënë, tek Apo është e rëndë fatura? Edhe 70% janë shlyer. 70% pjesa tjetër, pastaj ne e përsëris ne jemi të gatshëm të shlyejmë. Pra në rast privatizimi. Patjetër. Okej. Lajmi mirë ky. Marini, ju vetë sa çështje keni në Federatën Shqiptare të Futbollit? Jo, unë me thënë drejtën kam ndjekur vetëm 2 çështje, nuk e kam për trup ta them, 2 lojtarë tuaj që kanë qenë dikur te Tirana, po bëhet fjalë për para 5 vitesh. Janë të vetmet çështje që kam ndjekur për lojtarët e mi, sepse për pjesën tjetër lojtarëve shumicën e cilëve kanë qenë tuaj, unë kam qenë thjesht ndërmjetës midis klubit edhe menaxherit lojtarit për ta transferuar në Shqipëri. Çështjet që janë ndjekur këtu janë ekzekutuar. Kuptohet, ka dashur kohën e vet pak edhe burokratike, sepse federata nuk ka interesi të prishi gara që të dënoj dikë apo të heqi pikët, kështu që janë shtyr pak, jo se janë zvaritur. Po në fund lojtarët kanë marrë atë që kanë pas shkruar në kontratë. Kuptohet, klubi në fjalë ka qenë i aftë që të përgatisë një marrëveshje për të kryer pagesat me këste. Ka rënë dakord palët edhe. Po aktualisht çështje të tilla ka plot. Dhe të gjitha vërtet ka klube shqiptare që mendojnë që mund të shpëtojnë detyrimeve? Shiko, institucionet serioze si FIFA dhe UEFA respektojnë shumë atë që është shkruar midis palëve në kontratë. Pra zeza mbi të bardhë. Atë që është shkruar në kontratë midis palëve është çështja kryesore që duhet të respektuar. Bile edhe neni numër 3 i FIFA-s thotë që kontratat respektohen. Okej. Neri, pse nuk merr udhë sipas teje zgjidhja për çështjeve të Flamurtarit apo të Vllaznisë? Për sa i përket privatizimit flasim. Gjithmonë kam dashur të bëj një dallim midis Flamurtarit dhe Vllaznisë, edhe bëjë timi i këtij mendimi. Them që tek Flamurtari është më tepër çështje vullneti. Ndoshta nuk mund pretendoj se jam i saktë, sepse është më tepër çka kemi lexuar, çka dëgjojmë, çka shohim. Më duket se problematika më tepër ngjizet edhe nga brenda, do thënë. Kam parasysh edhe replikat jo të vogla, pak kënaqësitë, që hera herës detyrojnë edhe drejtuesit, nuk është fjala vetëm për zotin Idrizi, por edhe drejtuesit e mëparshëm, të marrin dhe vendime që ndoshta të lejnë shumë në çudi. Po e them sepse kështu e konsideroj vetë, mund të jemi gabuar, po siç është edhe vendimi i fundit për trajner. Me sa duket është e vështirë, edhe pse ka të pakontestueshëm nga ana profesionale vlonjat, nuk e drejtojnë skuadrën. Sarëm që nga sukseset më të mëdha kam rritur Magani në Vlorë. S'pa them tani këto nuk janë tabu që do të jetë vendali trajneri, por them që ky është dallimi i parë. Dallimi i dytë është qëndrimi i pushtetit vendor. Që e rithem që kryetari aktual i bashkisë nuk mundet, unë guxoj të them edhe juridikisht, po moralisht jo, të mos njoh një dëm të kryer nga institucioni ku ai është i pari e saj. S'ka rëndësi çfarë prejardhje ka patur, kush ka qenë atë. Se për t'i shkuar pastaj politikisht paktën ka qenë në njëjta linjë, që duhet t'i shëruar. Dhe thjesht edhe për një lloj noblese, duhet ulesh dhe të njohësh, sepse ke njerëz që po kontribuojnë tek futbolli dhe nuk i dihet që këto para që po hedhin sot, përveç këtyre gjobave që i paguajnë, a mund të rikuperohen në një ditë bukur, sepse thënë hapur i shkoj asaj të mirë që nuk është se ka një feeling me federatën, dhe po të kishe qenë një marrëdhënie pak më e këndshme kështu, ca gjëra edhe mund të ishin, ose mund të ishe përdorur si aleate ndaj bashkisë së Vlorës për të bërë pse jo dhe një lloj presion.
Mirë, zoti Idrisi, do të flasim edhe për çështjen teknike që e përmendi Neri, se do të kemi mundësi të flasim edhe për Mercato, po mos kanë do pak xhelozi në Vlorë ndoshta? Që po na merr ekipin me gjithë këto investime, me gjithë këto. Është historia e saj që ta se duket pa në pak më para, është një ngjarje shumë interesante, Gerdi si vlonjat që jemi. Një gazetare e njohur e Vlorës përkon një kronik për stadiumin flamurtar, duke shpjeguar tribunën qendrore që kemi bërë dhe dy tribunat e tjera A dhe B, të cilat duhet të rindërtojmë. Meraku im kryesor është një shadërvan i vjetër aty që është bërë qendër plerash në Vlorë. Duke marrë gazetaren, duke nxjerrë përpara shadërvan, duke shpjeguar që shiko, kemi çuar një ekipin ton, në anë tip dhe kemi huazuar të njëjtën strukturë të një shadërvani në zonën ku ka jetuar Picasso për të sjellë në Vlorë. Në momentin disa qytetarë vlonjat duke na dëgjuar, kur unë largojmë batuta që shumë interesante. Ky na e mori stadiumin, do na marrë shadërvanin tash. Që ishte një investim milion i gjithë, jo me fonde publike, dhuratë për qytetin. Pra xhelozia është, po mirësia në Vlorë është më e madhe nga xhelozia, për këtë të jemi sigurt. Kjo është e rëndësishme. A bëni pyetje më falni të drejt për drejt për zotin Idrisi. Mirë, kontradiktat ose mungesa pa përgjegjshmëria e bashkisë në këtë rast, ju bëni si shumë kolegë tuaj, president apo drejtues, bëni më të mirën. Pasion, quajnë çfarë dush, interes, unë s'po e shoh interesin në fakt deri tani ku është i juaj, por si ka mundësi gjitha zhurmë gjatë përgatitjes së sezonit, flamurtari merr këtu, merr atje, u grumbullua, u tha që mund të pretendoj të jetë në majat e renditjes, shkatrohet, kemi realist, flasim të për drejti, arrihet deri tek largimet demonstrative s'marim rroga. Ikën trajneri nga Çekia u mori, pasi pati një përvojë në Korçë, e morët ju nga Polonia Çekun, dhe edhe ikën se s'merr para, ikin shumë vetë s'marim para, ju merrni të tjerë, merrni edhe trajner të huaj, pavarësisht se emrin e ka shqiptar dhe genet po ashtu, por jo i njohur, kur ju keni provuar spanjoll, pra edhe kampion si Çeku, keni pas kampion të Shqipërisë si Shkëlqim Muça, e të tjerë, nuk po shkoj deri tek Vasil Rucët e Leonida Çurët që shkonin deri në Barcelonë dhe eliminoshin me vështirësi me gol në fushën kundërshtare. Pra që janë gjithë këto histori, kanë një strategji të saktë, bënë gjithë atë luftë në fillim sezonit, e shkatronin thonjza këtë punë, doni të ndërtoni themele treja tashin mes dimrit, ku së mbanë se ka shumë lakështirë, rreshje, figurative kjo, dhe kush do t'i paguj parët e Levit, Hiku, se thuhet Hiku se s'mori parat, ju do procedoni prapë, do penalizoni prapë, them unë. Pra janë pyetje që më vinë vërdal, e s'di t'u e përgjigje. Që është shumë e thjeshtë fare. Tek flamurtari ka një situatë shumë të pakëndshme. Pra kemi një dështim. E kam thënë disa herë që nëse ka një dështim, përgjegjësia kryesore është imja. Shumë e qartë. Domethënë gjithë ato që tha ty pak më përpara, situata është e qartë. Nuk mund të themi dot të bardhë një situatë që është e zezë. Në strukturat e menaxhimit të klubit ne kemi një dështim të theksuar. Nuk është e këndshme për një klub që të fillojë të bëjë në janar tash, domethënë të ribet nga e para. Pra është një strukturë amatoriale e drejtimit. Pse u detyru ta bëni? Atë që mezi e ngritët në qershor, tani përsërin janar. Pra, nuk po hyt tash për të ndarë në faktor objektiv apo subjektiv. Kemi një ngjarje de facto. Unë në 11 tetor dërgoj pagesat e para, të cilat nuk në banka dërguese nuk pranon të kodifikohet. Okay? Pra është një term teknik. Pse? Sepse pritësia nuk pranon shumën. Okay? Pra, unë jam administratori. Pronari kontos është Këshilli Bashkiak. Unë kam i transfert në Swift nga një vendi huaj drejt Shqipërisë. Shumët janë pak të egzageruara, me 6-0, kam të shpjeguar dhe njërë tjetër. Okay? Për të bërë këtë transfer duhet marrë një leje nga pritësi, që pritësi nuk jam unë. Pra, posedusi kontos është Këshilli Bashkiak i Vlorës. Pra, shumë e rëndësishme kjo të lutem. Pra, posedusi kontos. Unë jam administratori që sjell parat, që financoj klubin. Dhe pike pare kontratës është, për çdo aspekt financiar, unë duhet marrë miratimin e Këshillit Bashkiak. Pra, në gjithë investimet e mia. U duhet 15 ditë kohë të miratoj, jo rreth 15 apo 16 ditë kohë, u miratua dërgesa e fondit. Në momentin që, çuditërisht profesor, miratohet dërgesa e fondit, strukturat e përmbarimit bllokojnë kontot.
Për borxhet e periudhës të ju thatë, është Rubio më duket, është Muça kur ka qenë në Vlorë, është ish i larguar nga flamurtari nga akademia, është ky dhe ky. Pra çuditërisht. Dhe gjatë kësaj kohe mua më duhet të bëj një luftë me këta. E para punës duhet të bëj një luftë civile, sepse një pjesë ishin vlonjat, po se duket ishin teorikisht vlonjat. Praktikisht nuk u interesonte. Ishin në të drejtën e tyre realisht. Kishin disa pare pa marrë nga Bashkia e Vlorës, por shumë lehtë mund të nxirrin elementin civil qytetar mbi atë financiar egoist. Nuk e bën këtë, unë të shkua klubi, unë të shkuam të gjithë. Në momentin e fundit kur e pash nuk kishte më rrugëzgjidhje, pasi antarët e Këshillit Bashkiak kur na vizituan në stadium dhe bën ballfaqëmin, odhën dhe opsion falimentimin e klubit për shkak të borxheve të tjera, atëherë mora përsipër t'i paguaja. Pra këto detyrime që nuk janë të mira. Mirë, po gjithë kjo kohë, nga ana tjetër kemi dhe një gjë tepër interesante, profesor. Në muajin gusht, unë kam bërë një kontratë me lojtarët e mi dhe me trajnerin tim për të dhënë parapagim 5 rroga. Pra 5 rroga. Në mënyrë pra që ti paktën nga stresi mos pagesave që është në Shqipëri, pra që ishte një vendim alogjik nga ana kapitaliste financiare, po vendosa që ta ekuilibroj me stresin që jeton në Shqipëri të pagesave, që zotëria në fjalë e di shumë mirë. Okay? Në këtë moment, pra bllokimi i kësaj konto në datën 11 tetor nuk më krijoi shansin, pra obligativ ndaj të tretëve. Shpresoj të mos jemi vetmi që se kam kuptuar shumë mirë shpjegimin tuaj. Jo, ideja prandaj këmbgul. Çfarë nuk ju dëmton e mbani këtë peshë të asaj ngarkese që mendoni se e shkarkua tani një janar duke marrë të tjerë? Shiko, profesor, unë kam mbajtur mbi shpatullot e mia një ngarkesë financiare dhe një ngarkesë morale mbi të gjitha. Domethënë në kohën tetor-nëntor që unë merja përsipër të heshtja për respekt të institucioneve, pjesa tjetër e keq kuptoi këtë heshtjen time. Pra, portale tepër të nderuara në Shqipëri kaluan me gërma kapitale dhe gazeta mashtrimi i radhës së Idrisit. Pra asnjëri nuk më kuptoi mua në këtë betejë. U duhej që të iheshin këto 3 pikë, që të bëjnë këto kambana, që ne të përcaktonim rregullat e lojës. Pra ju thoni vazhdimisht që ka probleme në Shqipëri, sepse nuk ka rregulla loje, jemi të sigurt. E them dhe kam thënë, unë nuk bëj nihilistin, po ju lutem, hajde të përcaktojmë qartë rregullat e lojës në këtë sistem kapitalist. Pra, edhe kapitalist tonë nga një anë, edhe Këshilli Bashkiak nga ana tjetër, apo partia, si thotë i nderuari tjetër. Pra linja partiake nuk ka. Megjithatë, zoti Idris, kam shtypën që zoti Shqari ka fjalën që jeni penalizuar, keni bërë shumë shpenzime dhe ka ngecur për shkak të këtyre problematikave. Përsëri shpenzime dhe bëni përsëri shpenzime, nuk trëmbeni se mund të ndodhe njëjta gjë këtu, besoj e ka fjalën. Dhe përgjigjen e të largurëve do ketë çështje të ngjashme me këto që po vuajnë tash. Pikërisht. Se këta të larguarit momentalisht ato se su paguan. Jo. Të larguarit mund të jenë larguar dhe për braktisje të detyrës. Të larguarit tash jam unë i do të paguajnë të larguarit. Nuk e di se kanë bërë kontratë. Edhe një herë kanë të gjithë kanë firmosur, pra ta shpjegoj më shqip. Të gjithë kanë pranuar me mua që të marrin një pagesë për 5 rrogash. Të gjithë e dinë faktin që prej datës 11 tetor paret kanë qenë në bankë të Vlorës të bllokuara nga përmbarimi, kanë ikur natën, unë do t'i pa disditën. Okej. Është e vërtet që keni dhënë 3 paga? Nuk janë dhënë 3 paga, domethënë e përsëris po, ditën e janë apo të martën lojtarët do të kenë këto 3 paradhënie, sepse nëse ju kujtohet në një reportazh kur ju keni ardhur në Vlorë për një lojtar të flamurtarit, pyetja e parë dhe vetme që ju më bëti ishte kjo, pse nuk i paguani lojtarët, çunat më saktë. Aty kuptoj që të bërë me çuna. Pse nuk i paguani lojtarët. Pra ideja ishte një lloj tjetër që unë jam punëdhënës. Këtë mos harroni asnjëherë në sistemin kapitalist. Okej? Mundon si ti të bëj bilancet e tij. Kjo ndërmarrje që është flamurtare për mua ka shumë minus, si thot profesori apo ju, deri kur do të vazhdoni. Pra absurditeti ka një limit. Ju lutem këtë limit, me këtë limit hajde të përcaktojmë rregullat e lojës. Rrogat 3 paradhënie siç i thoni ju janë thjesht nga frika e përmbarimit të dytë profesor. Pra kemi disa gjyqe të tjera në përkëmbë që ndoshta në fund të muajit mund të filloj prapë llogesat e kontave. Që mos fillojmë historitë me ikje. Po. Thjesht do të paraprim. Megjithatë zoti Idrizi, po të kishit një ekip femrash për goca do ju pyesja, gjithsesi. Jo, të jeni të sigurt, keni mungesë informacioni, keni mungesë tekstur informacioni. Unë nga viti kaluar kam financuar dhe një pjesë të mirë të basketbollit të flamurtarit. Nuk kam dëshirë. Kur të bëj ndonjë emision atëherë do të pyes për gocat. Për gocat. Gerti, çfarë do ndryshë shpejt se duhet të kalojmë te merkato? Do ndryja duke qenë nga natyra jam tip koherenti edhe duke pasur zotrin këtu ne kemi folur shpesh për Vlorën, nuk kam qenë përfaqësuesi apo ambasadori. Kam thënë shpesh që presidenca nuk shkon, lëvizja e president nuk shkojnë në koherencë me anën teknike.
kam komplimentuar, nuk e di nëse na kanë ndjekur ndonjëherë, shpresojmë që po. Kam komplimentuar gjithmonë presidencën me infrastrukturën që është bërë moderne, me terrenin, me tapetën e ri, me kushe komode, me bazë materiale që nuk mungon, me pagesat gjithashtu, pavarësisht se është aluduar dhe u shpjegua qartë, por çalon problemi teknik. Unë kam këndvështrimin tim, kam bërë një bisedë personalisht në maj, ta zjas pak sepse me që e kemi dhe është edhe opinionit të serohet. Kam bërë një bisedë me mikun Sinan Idrizi, jam vetë ofruar për të qenë trajner flamurtarit. Më këta në gjëra të brendshme të familjes? Jo. Nga përmik tani? Do të dalë gjetë. Dhe e mi priti, por që kishte një s'mund të them fobi, por kishte një bindje të vetën që ambienti ynë është një ambient ndoshta edhe nga e shkuar rajon ose edhe tashme. Ambienti ynë, ambienti blonjat apo ambienti shqiptar? Futbollistik shqiptar. Shqiptar. I përlyer me shqiplerje, me njerëz të paqëndrueshëm në anë e karakterit profesional. Dhe e justifikova me drejt, domethënë e pranova, domethënë argumentin. Dhe ka gjithë secili ka idetë e veta. Por në momentin që vinë largohet ikë një trajner, i besohet një lojtar, një tekniku vlonjat. Unë i kam thënë edhe para se të mbyllesh viti që jam xheloz për atë sepse do doja vetë të flamurtarit isha trajner sepse është një bankim prestigjioze. Merr 6 pikë në 2 ndeshje shumë të rëndësishme të fund vitit dhe koincidon me periudhën që u pagua dhe skuadra. Dhe kishte kontingjentin e plot të lojtarëve në dispozicion sepse më përpara mungonin presidenti mund ta thotë që edhe janë penalizuar ose të penalizojnë lojtarë që kanë munguar së viti s'kan qenë prezent. Dhe i afrohet një teknik jo i afirmuar, në një kohë që nuk është se flasim për një projekt afatgjat, që ky tekniku pavarësisht mund të jetë i ri në detyrë, por nuk është se e kemi kontrata është 6 mujore, me sa di. Me kontrata nuk është 6 mujore. Me opsion për të rinovuar. Të jemi të qartë. Unë jam krenar që kam opsion trajner të tillë në Vlorë, si do të jem krenar kur të jenë ju. Nuk të ardhme, nuk i di se kur, por të jemi sigurt për një gjë. Për mua blerja më e mirë e flamurtarit është Zakaria Ramadani. Mirë, mos ta konsumojmë tani sepse do të flasim pikërisht për Mercaton. Do të kemi mundësi të diskutojmë. Do të flasim për Mercaton, ku siç e thash që në fillim flamurtari duket që është ekipi më aktiv, por sigurisht do të flasim edhe për propozimin për të rritur numrin e lojtarëve të huaj të federuar në klubet shqiptare. Do të kemi 2 kronikat përgatitura nga kolegët Elban Hasani dhe Enos Karço, ku me që kemi edhe pranin e zotit Idrizi, do të flasim dhe për flamurtarin dhe kthehemi në studio për diskutuar. Dritarja e Mercatos në janar është shansi vetëm për të ndryshuar fatet e një sezoni dhe në këtë pikë, flamurtari i menduar për titull në gusht, por që ndje ftohtësinë e zonës së rënies në dhjetor, është klubi më aktiv. Natyrisht pritet që dhe Vllaznia të bëjë lëvizjet e saj në kohën kur renditja shtrëngon, e nëse duan të luajnë kartat e tyre deri në fund, edhe Tërbuni e Bylis duhet të bëjnë të njëjtën gjë. E vetmja e qetë në mesin e renditjes duket Laçi. Bardezin kanë humbur cungun, por kanë shpejtuar të afrojnë një njohje të vjetër si Stavrinica. Nuk është se ka shumë lëvizje në kampi Kurbinas, por Enzo Malindi quhet një lëvizje menduar mirë, ndërkohë që Meto dhe Bardhi duken të larguar. Miqësorët e para kanë dhënë përgjigje pozitive për pikpyetjet e Nicës, që shplyros Nimanin të adaptuar në krahun e majtë mesfushës. Megjithatë, sido që të jetë, blerja më e mirë e Laçit mund të konsiderohet Cetkovic, i rikthyer me gol në miqësore pas dëmtimit të gjatë. Trajneri i ri dhe të tjera, dhe për flamurtarin ishte e pashmangshme Mercato me shumë emra. Sigurisht ndryshimet të mëdha jo gjithnjë japin rezultatet e duara, por një gjë është e sigurt, Zakaria Ramadani ka në dorë një skuadër me shumë zgjedhje. Danilo Alves, Joao Henrique dhe Lucas Caniggia është treshja braziliane nën kontratë me Kuqezin. Ramadani është pozitiv për lojtarët kosovar, duke bërë që mbrojtësi përfaqësueses Ilir Berisha të zgjedh Vlorën para Korçës. Largimi i Popkadze në krahun e majtë ka bërë një afrim të rëndësishëm Dardan Çerkinin, kosovarin e ardhur nga Drita, pa ruar Krasniqin në krahun e kundërt. Me ikjen e Niaz Lenës drejt e Utës, në mesfush do të ketë të tjera ndryshime nëse flamurtari fiton duelin e Mercatos me Skënderbeun për Nureddin Orelesin, ndërkohë që ka firmosur edhe Ignacio Nicolini, organizatori që duhet luaj pas shpinës Alves. 8 lojtarë deri tani, por nuk duket se do të ndalet administratori Idrizi që premton të tjera lëvizje përveç mesfushorit Mërgim Neziri, që ende nuk është akorduar me Kuqezin. Nuk kërkon të jetë njëjtë me pjesën e parë të sezonit edhe Vllaznia.
Ardhja e Cungut ka sjellë shpresën me vete, por pa ndërhyrje askush nuk mund bëj asgjë. Tekniku nuk po nxitohet për të bërë lëvizjet e duhura me kujdes. E tillë mund të konsiderohet firma e Endri Vrapit, 34 vjeçari i lënë i lirë nga Partizani do të jetë një përforcim eksperience për shkodranët, që po tentojnë edhe për Alsi Tafili. Me armët në dispozicion po mundohen të forcohen edhe Byli Setërbuni. Ballqiotët nuk kanë ende një trajner fiks pas dezertimit të Nicës, por kanë siguruar portën me Mikel Kaloshin pas dënimit të Mushicës, ndërsa është larguar Diakite në qendër të mbrojtjes për t'i lënë vendin Julian Brajes të ardhur nga Tërbuni. Në dalje janë regjistruar edhe Gjon Brati, Kalhera e Kuli, ndërsa Samir Sahiti dhe Mihajlo Dobrasinovic konsiderohen lëvizje të rëndësishme në mesfush. E paqartë situata tek Pukjanët, ku janë larguar një pjesë e mirë e skuadrës, i fundit Arber Drami, ndërsa merkato po bazohet tek lojtarët e huaj që pritet të afrohen këto ditë. Flamurtari bëhet nismëtar për të bërë ndryshime në rregulloren e futbollit shqiptar, për sa i përket lojtarëve të huaj që mund të luajnë njëkohësisht. Merkato e janarit ka sjellë shumë futbollistë të huaj në skuadrat shqiptare, por që për trajnerët është një problem aktivizimi i tyre pasi numri është i limituar. Aktualisht rregulloria e Federatës Shqiptare të Futbollit lejon aktivizimin e 4 lojtarëve të huaj, një numër i vogël ky, duke parë dyndjet në ekipet shqiptare me kontingjent të huaj. Klubi i Flamurtarit ka marrë nismën duke kërkuar një ndryshim në rregullore, ku numri i futbollistëve të huaj në fushën e lojës nga 4 të rritet në 7. Një kërkesë kjo që nuk ka patur ndonjë përgjigje nga institucioni që drejton futbollin shqiptar. Nismës së Flamurtarit janë bashkuar edhe skuadra si Partizani, Bylis, Kuksi, Laçi dhe Tërbuni, çka tregon që kjo kërkesë mund të merret më seriozisht nga Federata Shqiptare e Futbollit. Ndryshimi i rregullores ka dy anët e medaljes për futbollin shqiptar. Rritja e numrit të huajve në fushën e lojës premton për një kampionat cilësor, pasi lojtarët e afruar në këtë merkato, si Carlos e Orelesit e Skënderbeu, Gomez te Partizani, Eminie da Silva te Kuksi, Almeida e William te Tirana, si dhe Alves, Martins da Silva e Nikolini te Flamurtari, tregojnë qartë për prurje me nivel të lartë për futbollin ton. Emrat e sipër përmendur, së bashku me lojtarët e tjerë të huaj që aktualisht militojnë në skuadrat shqiptare, do të rrisnin cilësinë e futbollit në vend, por do të ngushtonin mundësinë për aktivizimin e brezit të ri të futbollistëve shqiptar. Ndryshimi i rregullores në mesin e garës, përveç se zvogëlon mundësinë e futbollistëve të ri, mund të sjellë probleme dhe prishje strategjish për disa klube që e kanë ngritur atë në bazë të rregullave të vendosura përpara fillimit të kampionatit. Gjatë merkatos së janarit është vënë re edhe një tjetër fenomen. Lojtarët me moshë relativisht të re që janë afruar në skuadrat e Superligës vinë nga kampionati kosovar. Nuk e dim nëse kjo është një mungesë besimi e presidentëve dhe trajnerëve ndaj elementit vendas, apo akademitë e futbollit në Shqipëri nuk po prodhojnë më futbollistë. Mirë, jemi kthyer përsëri në studio. Atëherë zoti Idrizi, mbreti Merkatos thon për Flamurtarin. E përsëris gjithmonë, jemi mbretër prej kartoni më duket. Për letra. Letër. Ose prej rëre. Me që jeni edhe vend bregdetar. Është një gjë. Priten lojtarë të tjerë? Po, pritet edhe një qendërmbrojtës vjen nga Uruguay. Sa kuptim ka që këto lëvizje të bëhen në mes të edicionit? Thash pak më parë që është një dështim joni. Do me thëmë, për këtë jeni sigur që do të jetë sukses? Nuk e di çfarë do të ndodhë, po kur domethënë një ndryshim drastik i strukturave të klubit, të ekipit, në janar nuk është tjetër se dështim, ç'të them tjetër. Okej. Duket që më interesante tani është që dish se si do funksionojë më mbrapa, sepse ajo që iku tani është pranuar që ne që nuk është tani për ta vënë trekont, se këtu e morën vesh që u dështua, tani do vazhdoj kampionati sepse akoma ka mbetur një pjesë një trofeu që të nxjerrë domethënë në Europë. Kështu që ta rindërtosh ekipin nuk është asnjëherë keq. Tani varet se çfarë do jetë përbërja e re, domethënë duke filluar që nga administrata deri te skuadra. Zoti Idrizi tha për shkakun që Ramadani është blera më e mirë. Nëse kjo është ta marrim për të mirë qenë, se derisa e thotë se mos ta thot me sinqeritet, atëherë bie që edhe merkato do jetë mirë sepse ai do zgjedhë lojtarë që i bën punë normal. Sigurisht që ka marrë pjesë trajneri apo merkato. Nga ana teknike është ai që do vendosë në fund. Në këtë merkato po, çdo gjë është bërë me aprovimin e trajnerit. Duket që ka ndryshuar strategjia duke qenë se keni afruar edhe lojtarë të rinj, por edhe kontrata afatgjata tashmë? Patjetër. Domethënë strategjia ka qenë, shiko, ka qenë prej prikës së nisjes e tillë. Edhe vjet në kontratë kemi patur gjithë 2 vjeçare. Për të dhënë një garanci. Mirë po, çuditërisht dështuam te garancia që dham.
Më falë, ti bëj një pyetje me që jemi të këta... Po. Ty do të pyesja, Gerdi, po. Me që kam dhe informacione dhe duhet bëj një pyetje president ose administratorit. Kanë filluar televizin që në prill, me sa di, ka mundësuar financiarisht përfaqësues të klubit për të shkuar në Kosovë, Maqedoni, Gjermani, Greqi, kanë udhëtuar për të parë lojtarë. Domethënë përgatitjet dhe këndvështrimi, pikpamjet e administratorit kanë qenë korrekte. Ka ardhur në një nga lojtarët që përfaqësues të klubit i kanë piketuar gjatë periudhe, apo kur erdhi trajneri pastaj u vendos që merkaton do ta drejtonte ai. Dy nga këta, Krasniqi dhe Berisha, janë pikërisht nga këta të piketuarit. Të dy të tjerë që luajnë, dy të tjerë që luajnë në Gjermani, na ka dhënë fjalën që ndoshta do të vinë maj qershor. Ata që janë parë vetë nga Juve. 4 ose 5 të tjerë nuk dënjojnë të na kthenin përgjigje. Po pjesa tjetër që ka ardhur, qoftë në Bear, dhe këta të tjerë brazilian janë thjesht sugjerime menaxherësh apo janë Jo, kemi ngritur një strukturë të menaxhimit të përbashkët. Pra me trajneri me një grup pune të tjerë. Pra nuk ka një sugjerim të një grupi menaxherësh, kemi një strukturë e përbashkët. Është e vërtetë që për afrimin e disa lojtarëve tani ka themi influencuar edhe iglitare? Bëni reklam, quhet një publicitet okulte kjo, flasin domethënë, bëjmë reklam për iglin që nuk ka nevojë të bëjmë reklam, po ka një dashamirësi patjetër. Pikërisht lojtarët nuk kanë nevojë për publicitet. Pra kur thash nuk kanë nevojë për reklam, këtë duhet Pra kanë ardhur lojtarë që janë themi referuar ose propozuar. Jo janë referuar, shiko, mos igli nuk është një menaxher futbolli, me sa di unë. Drejtor sportiv. Ka këshilluar, mund të këshillojë, domethënë që vlen ose nuk vlen. Me stadioni igli është një vlonjat, dhe në prizmën e vlonjatit ka gjetur një vlonjat si puna ime dhe më ka ndihmuar. Pra është një ndihmë e pakursyer, thjesht vlonjatçe. Vlonjatçe. Po në profil është tipik menaxher. Vllapçe. Mirë, Gerdi, ke parë ndonjë ndeshje misore të flamurtarit? Pra kanë ardhur lojtarë që do të bëjnë diferencën në kampionatet shqiptare, për shumë më thonë për mesfueshorin Danilo Alves, se kur e themi kështu me duket edhe sigurisht flasim për Real e për Barcelonë, për nga mbiemri. Nga natyra, duke qenë trajneri i ri, jam paragjykuar shpesh ku kam vetë për skuadra dhe nuk më vjen mirë të paragjykoj edhe të tjerët. Kam parë ndeshje me Librazhin, kam qenë prezent. Do të jepet kohë. Do të jepet kohë dhe ky është problemi i madh i blerjes në janar, sepse do kohë të ngranohet me grupin, me idetë e trajnerit, por kur të vi në momentin final, atëherë ka marrë kamenati. Dhe unë jam kundër lëvizjeve të shumta. Japin ato shkëndijat për potencialin që kanë, Alves apo edhe Kanixha. Trevat nga vinë të lojtarët, nëse janë trevat lojtarë nga treva e Ballkanit, përshtaten shumë shpejt me kampionatin me mentalitetin tonë. Një Uruguayan ka shumë të vështirë për të përgjigje drejt për drejt. Pyetjes tuaj do thosha që më të roqi deri diku Sumusi i parë. Kanixha. Pa flok nuk e di. Alves, atëherë nuk është mesfueshor. Kanixha është mesfueshor. Mesfueshor. Ndërsa Kanixha një mesfueshor ishte Kanixha është mesfueshor. Nuk më lanë në imbres. Nuk të lanë. Jo, më deri diku më të roqi një subjektivizëm nga këndvështrimi ku ka qenë në fushë pozicionuar atë ditë. Kanixha është një lojtar i kombëtarës së të të Brazilit, i shpallur kampion, dhe është një zotëri që ka një pritshmëri shumë të lartë, jo vetëm në tregjet shqiptare, dhe është ai. Përveç mbiemrit, ose këta pas kanë gjithë mbiemrin kështu. Është interesante kjo. Me background. 19 vjeç? 19. Sot kam mbush 19 vjeç. Mua nuk më personalisht nuk më lanë në imbres. Sepse me këtë idenë që jo ka lozë me kombëtaren, kemi një lojtar të Tirana që duket e la të lira do lë Tirana që lozë me kombëtaren e Austrisë. Një Ronald Gxhaliu. E kaloi nga ekstremi në ekstrem. Personalisht duke parë dhe konstruktin, ndërtimin e tij, duke qoftë ndrapuar, nuk më lanë në imbres, të thash Sumusi dhe mbrojtësi Majt Mëtroqi, të tjerë nuk i kam parë. Okej. Mund të quhet flamurdari mbreti Merkatos, Marini, sipas këndvështrimit tënd si menaxher që je i suksesshëm? Të paktën nga lëvizjet që janë konfirmuar dhe tash është padyshim numër 1 me Merkatin Jonarit, edhe pse ka qenë lëvizje detyruar, siç e tha zoti Idrizi, sepse pjesa e madhe e largimeve ka bërë të detyruar që të mbushin boshllëqet e atyre që kanë ikur. Në janar Gerti e di shumë mirë se në pozicionin teknikut nuk mund të bëhen lëvizje kaq mëdha, sepse vetë merkatori quhet në tojza merkator riparimeve, skuadrat kanë nevojë të mbushin disa boshllëqe që i kanë konstatuar gjatë pjesës parë të sezonit. Megjithatë, në rastin konkret kanë qenë detyruar të quhet mbreti Merkatos. Unë kam
informacion ndoshta më shumë se të tjerët për një nga lojtarët që ka ardhur, për Nikolinin, sepse kam negociuar për të para 5 vjetësh diku tjetër, dhe është vërtet një lojtar cilësor. Të paktën për kohën që kam negociuar unë, ka qenë nga lojtarët më të mirë Nga Uruguay. të Uruguayit. Po dojnë të sillin në Shqipëri Nikolinin para 5 vjetëve. Do me atë që dojnë të sillin për para 5 vjetëve, sot ju duket me probleme antropologjike. Mos përshtatje, thot pak më parë. E kanë të vështirë të përshtatësh, mos më shko. Unë kam kërkuar ta shpërndaj punën time në të gjitha tregjet. Por në eksperiencën që kam që nga viti 2008, që kam marrë licencën, deri më sot kam vënë re që lojtarët që vinë nga Ballkani përshtaten më shpejt me këtë kampionat. Gerti rolin e teknikut mund ta konfirmoj se kemi punuar bashkë edhe si bashkëpunëtor. Nuk vë dyshim që lojtarët e talentuar përshtaten shpejt kudo, ata që janë super talentuar. Në përgjithësi, koha ka treguar që këta që kemi këtu afër vinë më shpejt me ritmin. Gjithsesi kjo është individuale, domethënë sipas lojtarit. Ky është tash opinioni im përmet vëzhgimeve të mia. Nuk duhet paraqyjoj asnjë. Lojtari një fjalë që përmendi zoti Idrizi, po ju zbulova sot në studio, ndoshta askush nuk e njeh para 5 vjetësh. Nikolini. Kam negociuar për ta sjellë diku këtu. As sot nuk e njeh kush. Ja, do të shohim në vazhdim. Se ku flasim Kështu që 5 vjet më parë, 5 vjet mbret nga ana figurative e merkatës. Tani unë s'po flas nga ana teknike se këto më janë trajnerët e menaxher. Po them nga ana gazetare. Ku flasim këtu domethënë kemi parasysh numra, se derisa thua mbreti domethënë që ka ndërhyrë më shumë merkato dhe ka marrë më shumë. Sepse paralelisht me flavërtarin këtu kemi dëgjuar sipas shtypit që është fakt abuziv në këtë periudhë merkato, jo vetëm Shqipëri, po kudo. Që edhe te Partizani flitet për lojtarë vinë nga Serie A, nga Serie B, domethënë gjithmonë këto emra shumë lakuar që kanë bërë dikur me se këtu është Marini që i di më mirë, ose te Tirana. Tani mbret duhet ta marrë statusin, them, po nga ana figurative, në fund merkatos, kur ajo fillon edhe që përfundon merkato dhe që gjithë skuadrat konfigurohen për vazhduar aktivitetin. Atëherë mund të japësh Atëherë mund ta japim kurorën. Jo, do të ishte më mirë mos ta kishim të statusin e mbretit dhe mos ishim të gjendje. Jo, mos ishim të gjendje pa mbret do të ishte më mirë. Po mbret shqiptar po, por nuk flitet për mbretëresh në Anglisë. Mbreti i Burundit apo i Shqipërisë, mendoç mbret. Se mbreti jam me zogë, jo, vetëm se vite pas një prejardhje mbretërore nga fshati Burgajet. Okej. Ka diçka që duhet qenë gjithmonë nga mbretër shumë, por fundi botës. Duke qenë gjithmonë përpara dhe tenton që të lësh gjurmë, domethënë, edhe të marrësh titull, i bie që pastaj edhe presioni do jetë më i madh, sepse me një ose me disa hapa falë mundshme do të fillojnë do të penalizojnë, do thonë që çana bëre, veç stadiumi që na morë dhe me gjithë atë Çatrivanin tani. Ne bëre flamurtarin edhe latin pas. Mirë, keni afruar shumë të huaj, zoti Idrizi, që të futemi pak te kjo tema e NZ, pra për propozimin që ju keni me iniciativën tuaj është bërë për të rritur numrin e të huajve të federuar në fush. Nga 4 në 7, apo jo? Tani besoj jeni të ndërgjegjshëm që kjo nuk mund të ndodh tani në mes të sezonit. Domethënë është diçka që propozohet për të miratuar ndoshta për sezonin e ri. Pikërisht flasim për sezonin tjetër, po të jemi të qartë për një gjë që unë si mentalitet nuk kam probleme sterofilie, tu të jemi të qartë. Po ka një, sido që ta komentosh, sido nga cili këndvështrim ta shikosh, do ose nuk do, flamurtari është një ndërmarrje. Të ndërmarrje do të ketë bilancet e saj. Dhe flamurtari penetron në një treg. Ky treg ka një produkt. Këto janë gjitha në varësi të njëra tjetrës. Okej? Pra, nëse ne nisim për ndërtuar këtë produkt, unë jam i detyruar që në këtë produkt të shikoj të gjitha alternativat e mia ku janë. Pra nëse unë jam i kapitalist, duhet të jemi suksesshëm, duhet të heq dorë nga masat proteksioniste, duhet të heqim dorë nga ndërtimi socializëm në forcat tona. Pra kapitalizmi ne këtë shans na krijoi. Pra, të gjejmë mundësi aty ku kemi të penetrojmë. Ne nuk kemi se friksohemi me idenë e famshme se ne mbytim talentet shqiptare. Kemi një shembull të fundit fare, 18 vjeç tek Inter, një shqiptar nga Lushnja Manaj. Apo jo? Ka qenë mjaft të konkurrojë në Itali. Pra në Inter, dhe të tregoj veten e tij. Atëherë, nëse ne duam të mbrojmë fëmijët tanë me masa proteksioniste në thonjza, në Shqipëri, kur fëmijët tanë shqiptarë në Europë janë të aftë të konkurrojmë, pse friksohemi? E po ju të gjithë fëmijët shqiptarë lindin në Itali, jo. Okej, lindin dhe në Shqipëri. Po jo, po lindin dhe në Shqipëri. Po mirë, çfarë do të lutem, shiko, të lutem. Nëse keni kohë, nxirni nga arshivat tuaja një ndeshje cili do të flamurtarit me cilin do ekip, me Kuksin, me Tiranën, me Partizanin. Shikoni, ndeshja fundit me Kuksin. 4 lojtarë të mi, të vjetshëm, ndruar fanel te Kuksi, 4 lojtarë të Kuksit. Po të vjetshëm harru tek unë te flamurtari. Pra, është e njëjta shfaqje, me të njëjtët aktor. Sa do i mirë të jetë teatri, sa do i mirë të jetë skena. Është problemi asaj bukës së përditshme.
që sa do mirë tjetë, vjen një moment që, pra unë këtë kërkoj, ku është problemi konkurencës? Pra një ndërmarrje kapitaliste sepse të ketë limite. Ose më tregon një rast të ngjashëm për shumë në rajonin tonë, edhe okej. Po paralelet janë shumë të pa parashikueshme nga Interi tek Flamurtari apo tek Kuksi për shembull. Të lutem, përdora krahasimore. Begaj, a do të ketë vend për të luajtur, po them Begaj që është Begaj? Bregu. Kush është Begaj? Bregu. Talenti Vlonjak, Bregu. A do ketë vend ai të luaj apo të tjerë? Një qoftë, ta keni për simbol. Të lushin e di që se hipi dot sepse e meriton. Nuk i heqim ne. Jo, ndoshta nuk është pra mirë. Por a do kenë vend këto kur ju kërkoni shtat huaj ti pranoj profesor, është e pajishme për mua si fanele Flamurtarit, domethënë të luftoj për mbijetesë me Bregun dhe me të tjerët. I kam informacion këta profesor. Domethënë kam rreth 8 muaj që kam informacion të parë. Të gjithë shumë të akademisë Vlonjate. Kur mendoni të merrni kaq shumë dhe të futni shtat huaj, pretendoni ose propozoni, ku do të jenë vend këta? Një të paktën. Po ju mendoni se këta mund të gjejnë për shkak të afërsisë si mund të kenë medaljen e tyre në ekip? Nuk e mendoj. Atëherë si duhet hyjnë në ekip këta? Me talent. Me talent. Më tregoj një talent që nuk është Nuk e di. Po mendoj që ju keni traditë dhe shkolla Vlonjate dhe Shkodrane është tepër specifike në Shqipëri për futbollin. Shikoj, gjë që mua më shokon më tepër nga gjithë në strukturat e klubit tonë është problemi i akademisë. Ne patëm shansën e madh për disa kohë që shpresoj do të kthehet prapë tek ne. Të lutem, i vetmi njëri që ka ardhur tek ne dhe ka ndërtuar një strukturë momentale me mua bashkë në hapin e përkohshëm nga qenë profesor Meçit Axhiu. I vetmi në Vlorë që ishte e aftë ndërtonte një strukturë. Pra ne nuk kemi një akademi që ka archivat e saj. Pra, kur e përsëris nuk do të bëj nihilizmin, por kam një strukturë de facto para meje. Pra, hajde një lutem një ditë pranë meje te klubi Flamurtari dhe shikoni ç'ndodh me akademinë. Në Vlorë janë rreth 1000 fëmijë që bëjnë sikur stërvite në futboll. Pra ne u djegim rinin këtyre. Pra grup mosha nga 9 deri në 17 vjeç. Ai nëna i babai. A u shqen iluzion. Harxhon rreth, po. Dhe djeg rinin sepse nuk profesionohet. Nuk mësoni gjë të huaj, nuk mësoni zanat, me idenë se do të bëhet futbollist. Dhe ne kemi që nga kohë e Viskelës, me shokshin Flamurtari nuk prodhon më për kombëtare. Pra përgjegjësia është e rangut më të lartë. Unë nuk i duroj konkurrencës. Unë jetoj në botë tjetër, jetoj edhe në Shqipëri, ditë bëj konkurrencë. Kur kam bërë konkurrencë menduaj pse mos bëjmë konkurrencë në Shqipëri. Pse kemi frikë nga konkurrenca? Fal, për të ndryrë, domethënë se unë kam qenë jo për të ndrojtë punën time, kam qenë i fundit me Zeqirin dhe me Veliun, të dy kontingjent kombëtarës, janë dy, çuna servitur nga unë, apo sheja, them kontingjent kombëtare arritën 2, qoftë Zeqiri, qoftë Veliu, 2 vjet në servit nga unë, që mund të themi këta të fundit. Domethënë skela këta ishin gjenerata. Kurse me që jemi të diskutimi, do thosha që administratori merr përsipër dhe shumë faje që realisht nuk janë të jetë. Nuk është futur akoma 100% në botën e futbollit tregut, funksionon si biznesmen dhe po e tregon me veprimet që bën, por në pjesën teknike i duhet dhe pak kohë. Eksperiencë. Jemi sinqert, i themi gjëra siç janë. Merë trajneri, ta thojmë shqiptar, dakor? Vinë shumë të huaj dhe thamë për lëvin që problemi i madh ishte komunikimi, gjuha. Shkon, mos më pëlqen të bëjnë krahasime me botën, me futbollin perëndimor sepse jemi shumë larg, por ka filluar Ancelotti mëson gjermanishten, filloi Guardiola të shkon të Bayern Munich 1 vit, 2 vjet para mëson gjermanishten. Do të komunikohet me këta të huaj. Brazilian, Uruguayan, Georgian, të gjithë çfarë vinë të huaj. Dhe kur të fillojnë të gjejnë, kinezët nuk kanë ardhur akoma. Kinezët kanë filluar të marrin. Pavarësisht gjuhës së futbollit, pjesa tjetër është motivimi, ne kemi thënë që është aja. Dhe nëse nuk vete komunikimi direkt te sportistët, është pak e vështirë. Dhe këtu ka pak problem. Për mendimin tim. Se para si tematik, unë them që në fundit kjo është një ide dhe i takon aktorëve superiorë që të vendosë. Në fundit federata kjo është, do të mbledhi mendimin edhe në qofë se ky mendim përbën presionin e dur, nuk ka pse mos të ndryshohet. S'po hyta një 7, 6, 5, 4. Sepse mu më duket si një moment shpëtimi në qofë se diskutojmë anën cilësore të futbollit shqiptar. Dhe po bëj një paralelizëm shpejt pa e vënuar.
është konsideruar edhe rezultative për dhe zgjuar politika që ndojë Federatës Shqiptare e Futbollit lidhur me ekipin e kombëtar. Në logjikën bazë thuhet që një kombëtar e mirë ndërtohet kur ka një kampionat mirë. Tek ne kjo nuk ndodh, është e gjithë pranuar. Çfarë u bë? Atëherë u thith, u ndërtua një kombëtare, si më thon, jo Shqipërisë, por kombëtare e shqiptar. Tani duke transplantuar, këtu po them që ndërtohet një flamurtar që është me bazë ndërmuese të futbollistëve tuaj. Dhe kjo ka shumë mundësi që dhe në pikpamjen menaxheriale dhe kapitaliste që thotë zoti Idrisi, t'i japi frytet shumë më shpejt se sa të presim bregun apo talentet tjerë. Kjo është që si do që tjetë, dhe këtu është kundërshtimi im, si do që tjetë është kalimtare. Sepse që ti të zhvillosh futbolin, duhet të zhvillosh akademi. Që të filloj tamam ai zinxhiri prodhues që ju përmend, që të filloj të japi produktin e tij. Megjithatë, kjo ide është përqafuar nga ekipet e tjera superiores? Patjetër, kemi gjithë të njëjtin problem, të njëjtin dert, të njëjtin hall. Sa prej tyre kanë aprovuar? Thash pak më parë, janë 5 ose 6 që kanë firmosur, presim me 2 të tjerë. Presim me 2 të tjerë. Dy janë rrugët me që administratori foli për bilançet. Të shkosh tek bilance pozitive nëpërmjet fitimit trofeve, apo të shkosh nëpërmjet shqiplerjeve të investimit element të ri. Shikoj, lutem. Primarja e parë është që asnjë nga ne këtu në sallë nuk e di sa më kushton kostoja e një ndënjëse në stadiumin Flamurtari. Ai e parë. Pra në buxhetin tim dhe në buxhetin e gjithë klubeve shqiptare, asnjë nga ne nuk di të llogarisë. Martini mund ta ndihmojë nëse di dikush. Kostoja e një ndënjëse të një sportdarsi në stadium, në buxhetin tim sa më kushton, jo kostoja e ekipit. Që të bëjmë hesapin e kësaj dashur, do të fillojmë anë tonë të alfabetit të kapitalizëm. Okej? Që mua kjo akademi me kushtet e sotme dhe gjithë të tjerëve nuk ua jep. Më kupton? Pra problemi ka ndryshimit tonë teknik. Është e vërtet, unë e pranoj që them mënyra ime e drejtimit nga ana teknike është amatoriale, unë nuk jam pjesë e botës së sportit, unë di të bëj biznes, po biznesi im në fund fare, i dashur mik, është shumë i thjeshtë, është bardhë dhe zi, është minus ose plus. Atëherë këto investime që ju po bëni sot, e tham dhe çfarë, ju shkoni me idenë të rimbursojmë, marrim të mirëqen faktin do një pronar. Nuk është problemi këtyre rimbursimeve, problemi është i hapit të dytë. Ju e dini shumë mirë që një fëmijë nuk bie në hap të parë dhe të dytë. Hapi i parë dhe i dytë është një emocional. Hapi i tretë është ai që të rrezon, i katërti. Dakor? Në dy hapa të parë, ne me hovin e gjithë zonës tonë dhe të juve bashkë fillom të ecim 1-2. I treti të rrezon. Që mos të bijmë, çfarë do të bëjmë? Do të fillojmë prapë një merkato të rënë qershor në Korik, do shkojmë prapë në Kosovë, prapë në Maqedoni shumë bukur në Ballkan. Në Ballkanin e bëm si shtëpinë tonë. Me Tomic, me Nikolic, me çfarë të duash ti, iç dhe të tjerë, pafund. Ju ka janë shqiptarë si ne, anë pilaf, qofte, fasule, me mua për drek, s'ka asnjë problem. Në fush pastaj e pat, tablon. Pra nuk është problemi anës etnike, mendoj unë. Ju e dini shumë mirë që është autoria e famshme kinezëve që profesori ka për zemër, nuk ka rëndësi ngjyra e macës, rëndësi ka në kapmion. E kupton? Pra problemi ne duhemi flamurtar. Rëndësishme është mos jetë e zezë, macja. Pse? Sepse thonë që është tërës. Okej. Atëherë, Marini... Gerti, kjo është filozofia një dashur. Neve shkëndejme eksperiencë, opinionet, se do kesh më shumë punë. Janë këndvështrimet ndryshme, edhe për pjesën e zhvillimit të sportistëve shqiptar, bashkojmë atë që thotë Gerti, është fundisht tekniku që vendos. Nëse i ri është i vlefshëm, ai zotëria që drejtojnë ekipin e parë e merr dhe fut pa frikë. Nëse mendon se është i pavlefshëm, do kërkojë një të huaj. Sepse presidentit, nëse i thot ai trajneri i ekipit parë, unë dua Bregun, se e bëm si rast. Presidenti nuk ka asnjë kundërshtim që një njeri të cilit ka pësë skuadrën ta kundërshtojë. Tek të hujet, fakt, kjo kërkesa duke mbetur këtë temë. Kjo duhet përshëndetur dhe e kam fjalën për vendimmarrjen, duhet marrë në konsiderat aktorët e superiorës. Sepse këtu flitet për një shpenzim ekstra të paktën nga... Jo, ti je i sigurt që nuk është shpenzim ekstra. Ti je i sigurt. Jo, tregoj një të fshetë. Dy nga lojtarë. Jo, Martini di shumë mirë. Nëse këta duan të abuzivojnë pastaj, me këtë treg, me këtë rreth vicioz që ka ndërtuar në Shqipëri, ky është problemi i menaxherëve. Unë i siguroj që dy lojtarë shumë të mirë që unë jam i sigurt që janë shumë mirë. I kam sjellë në Shqipëri me gjysmën e kostos lojtarëve shqiptar sot. Ti je i sigurt? Për këtë t'jeni sigurt. Kostoja ekonomike e lojtarëve të huaj që mua më kanë ardhur sot, është sa gjysma e lojtarëve shqiptarë që më kanë menaxhuar. Të lutem, më kanë patur. Shikoj rast kondim me që është menaxher dhe flasim për një treg global.
lojtarët janë prezantuar me një ndërmjetës apo me një shoqëri ndërmjetëse, me një agjenci, nuk janë prezantuar vetë. Dhe njerëzit që kanë negociuar nga ana e klubit me ata zotrinë që kanë prezantuar lojtarin kanë gjetur gjuhën për të sjellë me atë kostën ekonomike që ka paguar klubi Flamurtarit, apo kam gabim. Kuptohet që ka dhe një kosto shtesë që është kosta ndërmjetësimit. Mos harrojmë, nuk është se nuk e keni marrë lojtarin direkt, ne keni gjetur lirë diku, se s'u ka prezantuar dikush, edhe e keni marrë. Ka qenë një bisedë biznesmenësh me dy palëve ndërmjetësuese për të sjellë të produktin këtu. Që ka dhe një kosto shtesë. Shko Martin, ju njihni këto tregjet më mirë nga gjithë të tjerët në këtë studio. Nuk e vën dyshim që neve mund të marrim lojtar me kosto të lirë edhe në Brazil, edhe në Uruguay, edhe në Gjermani. Nuk e vë fare në dyshim. Tregu është global. Jo, po problemi është që ta shisni këtu me kosto. Jo, e kanë ndërtuar qëllimisht. Shiko, ky rrjedh vicioz i këtyre zotërimeve përsëris është ndërtuar qëllimisht. Ju e dini, digjen xhepat e klubeve, e presidentëve të klubeve, dhe fatkeqësisht me këtë djegje xhepash që ndodh diku, përfitojnë të tjerët. Domethënë ju e dini që lojtarët shqiptarë sot që kanë, më thuaj një lojtar në kampionatin shqiptar që nuk ka veshur 4 apo 5 fanele të ndryshme të një klubi. Një lojtar vetëm thuaj. Po ai shkëmbin, që është 2 ose 3 fanela, dhe këto janë rast unikale në botë. Për mendimin tim. Një ish lojtari ju një fanelë që Franz Veliu vetëm Flamurtarin ka veshur. Çfarë ka bërë? Franci vetëm Flamurtarin dhe Kuki. Po edhe ai. 2. Shiko, unë kam një lojtar shumë për zëmër. Edhe Zeqiri 2 fanela. Kam një lojtar shumë për zëmër që është Muzaka për shkakun, që di që në koleksionin e tij do të ketë 4 ose 5 fanela. Gjerasin ta përshëndes, e kupton? Ti filloj me radhë të gjithë, nuk ka është dia të nominojnë tash. Muzaka ka veshur 5 fanela në Shqipëri. Urdhro? Ka veshur 5 fanela në Shqipëri. Kush? Muzaka. Po në rast konkret nuk është vetëm Muzaka, kështu jam gjithë neve. Unë thash, hyni në arshivat tuaj dhe shikoni. Në të gjitha ndeshjet e kampionatit shqiptar, ketë njëjtën uniformë, të në çdo fillim kampionati që ndrohet disa herë. Ketë njëjtin lojtar, kemi njëjtin treg. Kemi njëjtin menaxher, kemi njëjtin presion. Marrin kontratën tek mua. Totti edhe Messi janë ata që s'kan ndrorë ekip. Okej. Ata janë mark. Ne nuk kemi marka. Po pra. Ne nuk kemi marka. Ne, shiko, profesor, kemi një presion shumë të bukur. Maldini. Okej, dhe Maldini përjetshëm. Fillojmë pas historitë. Ka të tillë. Bukur. Jo, problemi është i sistemit. Në fund të majit, mbarim kampionatin, javën e parë të qershorit, më vinë më 3, 4, 5 menaxher, me 3, 4, 5 lojtar, marr një para kontratë, fatura parë na vjen tek ne, me kontratën tonë në dorë shkojnë tek 2 ekipet e Tiranës, pastaj shkojnë tek Kuksi. Shiko, 1, 2, 3, 4, 5. Pra kjo është ajo që tu nuk ka rregulla të ndershme loje, nuk ka një ekonomi të hapur tregu. Dhe kam shumë në ngushtë rrethin e zgjedhjes unë. Këta lojtarë janë në treg. Tek Kuksi çfarë ndodh pastaj zoti Idrizi? Sidomos ku shkojnë tek Kuksi. Siç ndodh nuk e kuptoj. Një ekip shumë i mirë, 2 herë në kampionin e Shqipërisë, në Kupat e Evropës si sukses. Çfarë ndodh? Jo, e kisha fjalë për batut me që. Çfarë ndodh te Kupsi? Do të rritet si Zeqiri, si Veliu. Rritet pazari pastaj kur shkojnë te Kuksi. Ha, kanë në drejtë të bërit biznes. Është pjesa tjetër pastaj. Unë di vetëm këtë pjesën time. Më kërkoj një pazar, e firmos para kontratën, pastaj shikoj pas 2 javësh që janë ka shkuar tek një ekip tjetër. Okej, sa mirë. Kjo është historia. Tani me që ishte kjo puna projekti për të shtuar numrin e lojtarëve, unë jam absolutisht kundër, nëse këtu pastaj gjithë absolutisht kundra. Mendimi është personale, duhet të respektohet të gjithë. Unë respektoj mendimin e presidentit, edhe trajnerët, menaxherëve, sepse këta e shohin si një përfitim cilësor për skuadrën, se ndryshe nuk kam pse të marrë një ndërmarrje të tillë, portofoli është i veti, e cakton vetë se si është më mirë ashtu apo kështu. Por unë them që edhe një politik protektoriste mase do ishte e nevojshme për hir të atyre. Ndoshta unë mendoj se e ka pak presidenti përpara, që ndoshta më mirë investon më shumë tek akademia, me që janë thuhet 11.000 fëmijë që aty harxhojnë kohën, agjendat, djerse, munde, kanë ëndra, sepse ta bësh pastaj me 7 lojtarë të huaj edhe 4-5 kosovarë që i ketë si të vënda, që do të flasim për këtë. I bie që nuk do i japësh asnjë shans ëndrave të atyne, dhe ti do i ke vrarë, domethënë themi nga ana sportive. Ose ja minimizon fare, sepse për shembull këtu fol që edhe jashtë kështu funksionon base. Po ama themi në vendet këtej vërdallt janë Bashkimit Evropian. Është e vërtetë që për hir të drejtës punës që rregullohet nga legjislacioni i Bashkimit Evropian mund të lyjnë komunitar, por ama ekstrakomunitarët i kanë kufizuar numrin. 4. Kështu që kudo të është e logjikshme ta kufizosh për t'i dhënë një lloj frymëmarrje, një lloj hapësire dhe talenteve të vendit. Neri, lojtarë të huaj me shumicë, trajnerë të huaj, nuk po prodhojnë shkollat shqiptare?
Sepse trajnerët të licencuar ka. S'du të ofendoj kënd, por nuk flasim për shkollë që me iniciativa qoftë dhe të kohëve të fundit qeveritare, jemi në futbol, nuk jemi në shkollë profesionale që do dalin të rrëdhët hidraulik mas 4 vjetësh. Këto flitet për sportistë, flitet për talentet, bota ka vështirë që ti qëmtoj, që ti gjej, që ti rrisë, edhe me riskun mjaft madh se që vonë edhe një dëmtim. Për trajnerët nuk mund ta themi, ë? Ka trajner shqiptar që kanë mbaruar dhe kursin UEFA Pro, që mund të jenë në drejtimin e një... Sigurisht, është çështje besimi, pastaj është çështje se si presidentët, drejtuesit e skuadrave e konceptojnë. Unë sigurisht nuk jam kështu me 4 durët, si më thënë, sepse kam paktën personalisht edhe në një lloj dyshimi, në një diffidence për një kategorie trajnerës që e kanë patur thjesht edhe vetëm si një obligim për përgëzon një vend pune që të arrin të marrin një licencë që këtu tek ne, po me çka marr vesh edhe në gjithë botën nuk është se mbahet shumë e shtrënguar. Nuk do të bëj krahasime me universitetet që janë mbyllur në Shqipëri. Po të tillë patenta kanë marrë jo pak edhe trajnerë cilët për fat keq, kur jo është dhënë rasti, kanë treguar se kanë deficitet mëdha. Kështu që në këtë aspekt nuk mund ta gjykosh një president pse merr një trajner të huaj. Sigurisht ajo kritika shkon dhe është dashamirëse sepse nuk kemi asnjë lloj interesi, për rastet kur ti ke një trajner të sprovuar, siç është, po e them rasti Partizan. Dhe të marrësh një hap të tillë për mua të nxituar, do ke një vlerë në duar dhe nuk ke pse humbet. Është tjetër gjë kur ke një trajner cilin ti don ta lançosh, kërkon që ashtu siç rritet një futbollist rritet edhe një trajner, dhe kjo duhet përshëndetur për edhe vjen e dështon. Por në rastet kur kemi po guxoj ta quaj Mark trajneri, s'ke pse bën tilla lërë. Ose më konkret, si besimi që keni ju, cila është sfida për të sfidu pra skeptikët, midis tyre dhe mua, tek Ramadani që e quajtë zgjedhjen më të mirë? Çfarë besoni dhe ku e mbështetni këtë besim tuaj tek Ramadani? Që si unë, shumë të tjerë thonë nga doli. Shikon, profesor, të bindesh... Ishte përgjigje diplomatike për mua, e çfarë. Jo, unë duam më konkret. Diplomati, unë jam bardhë dhe ziti, e di që jam nga Vlora. Jo, ishte diplomatike... Ska në filozofi. Ju jeni kuqezi nga Vlora. Si? Nga Vlora do t'jeni kuqezi. Jo, ngjyrat e flamurit i kemi kuqezi, po karakterin e kemi bardhë dhe ziti. Nëse kemi dakordin për Ramadanin. Ramadani, profesor, nuk ju mbush dot mendjen si skeptik. Atëherë është një batutë shumë e thjeshtë, të presim dhe të shikojmë. Mirë, po thatë që është zgjedhja më e bukur. Për mua është zgjedhja më e bukur. Për mua është zgjedhja më e mirë. Unë besoj në karakterin e këtij. Dhe mbi të gjitha është një zotëri që nuk ka një moral transitor. Këtë mos harroni. Shumica e këtyre që janë në treg, vinë dhe ikin, kanë moral transitor. Dhe mbi të gjitha nuk është një njeri prozaik. Pra, kur them prozaik, nuk ka ardhur tek flamurtari për të bërë një kontratë financiare. Të jeni të sigurt. Okej. Gerdi, është dhe pak fiktive këto kurset e UEFA-s, UEFA Pro, ka shumë që e marrin këtë licencë. Megjithëse jo të gjithë trajnerët e Superligës e kanë këtë licencë. Është diskutim tjetër. Unë do thosha që është i punë e patentët makinës. Po. Merret me mik. Jo, nëse ngjet keq makinën, nëse ngjet keq penalizohesh apo merr veten tënde në qaf, edhe punë teknike. Jepet një mundësia, 2, nuk s'ke sukses, do ta kesh pronë sa duhesh. Unë me që ishim të diskutimi që parë, do të shtoje që unë jam dakord, jam kundër, domethënë të 7, sa është numri i lojtarëve tuaj, jam dakord me Samirin. Flamurtari doli kampion i U17-s vjet. Dhe besoj që në një skuadër me 8.000 lojtarë, 3-4 duhet të jenë cilësor. Vjeti që 17, si vjet duhet të jenë 18 dhe janë gati për futbollin e madh. Nëse shikojnë te futbolli i parë, modelin që këtu vinë të huaj kosovar,
brazilian, uruguayan, e drejshmit birë, atëre dhe qofse do të ketë kjo do të merret vesh mbas qershorit, qofse shpresoj të privatizohet dhe me mundësitë financiare që të funksionojë si klub. Do kenë kartonat, do huazohen, ku do huazohen, si do luajnë dhe unë do kërkoja nga presidenti që të kërkonte një kampionat futbolli ka qenë etiketosh futbolli shpresa. Ajo do ishte më idealja, që këta futbollistë që nuk aktivizohen, dakord po merr të huaj, po këto ku u jepet një shans nesër ta mund të luajnë gjatë kampionatit. Dhe unë personalisht Të do vim, Sajmi. Personalisht më është bërë një pyetje në Bear, më thanë që me që doli emri im u lakua që në fund vjet pa mbrojtur kampionati. Çfarë do bëni ti ndryshe në rast se do të merrni flamurtari? Unë kisha, jo se jam lokalist, ose mund ta pranoj dhe jam lokalist. Jam tipik vlonjat dhe e dua fort atë qytet, ashtu si gjithë. Por duke parë pozicion gjeografik tonin, larg metropolit, duke parë pozicionet e drejtuesve, qoftë kryetari i bashkisë ka qenë, qoftë zotërisë që është me biznes në Turqi dhe vinë për fundjavë në Shqipëri, nuk është, i themi gjëra siç janë Shqip, nuk është as pi kafe, as ka biznes me takën e Korçës, Laskën e Laçit, Demin e Partizanit apo Ridalilin. Që do thotë që ne në Shqipëri, i themi gjëra siç janë, ka funksionuar në vitet e fundit që bëhet një aleancë, njërës i jepet kupat 3 pikë të jap në kampionat, ti do vesh të dyti, unë do vete i treti, dhe flamurtari s'ka qenë asnjë pjesë e këtyre. Dhe flamurtari me 1 milion euro dhe flamurtari me 300.000 euro është vend 6, apo vend 5, nuk shkon në Evropë. Me këtë futboll që zotëria e ka thënë që nuk i pëlqen dhe kundërshton, por pra po su eliminuar këto aleanca sa do të investojë nuk ka ketë kur sukses. Nuk është aleancë në futboll, është aleancë në jetën tonë, në moralin tonë të social të përgjithshëm. Okej. I bie duhet të shtojmë kafet më tepër. Duhet të shtojmë kafet. Edhe një, duhet të minimizojmë ose të ndryshojmë politikën, them unë, me elemente të rinj, sepse është e pamundur. Ky është realiteti. Gerta më bëri përshtypje se ishte pyetja për kurset e trajnerëve janë fiktive apo jo. Po nga që i kam Diego do të thoya diçka me që e kam tek me shumë mendje, edhe i njoh ato disa nga ato personazhet janë. Po. Sepse më ka bërë përshtypje që i marrin kurset këtu për shembull, merren në radhë, kurs A-ja për licencë, A, B dhe Pro, në radhë si të janë klasat e gjimnazit. Dhe kjo nuk më duket fare normale, sepse ti merr një licencë në atë themi, duhet të kesh një farë eksperiencë pune që të vazhdosh kursin. Me këtë lloj licence. E di që aty për shembull ka një mori që unë t'i them të me emra, po tani nuk jam autorizuar si them. Sepse ka njerëz që nuk kanë trajnuar kurrë dhe kanë licencën Pro, që është maksimum. Tani ti nga aja do të stërvisësh një trajnosh këta 30 grup mosha, themi kategoritë më të ulta që shkon te B-ja, themi. Edhe pastaj te Pro, ti merr tani Pro kur ti je mësues strukturë, nuk e qen kurrë në fush me bibil në gojë, është. Kjo më duket, domethënë, prandaj edhe them që nëse bëhet një akademi, nëse te Vlora, themi te Partizani ose te Tirana diku tjetër, një akademi duhet të ketë jo vetëm infrastrukturën, por duhet të ketë trajnerë sipas moshave që do servisi, se ndryshe pastaj çu kuptu, ndryshe s'do kesh më as talent, as lojtar djegur do kesh gjithmonë. Mirë, të mbetemi tek Mercato. Dy fjalë për Laçin, për Vllaznin, për Bylisin, për Tërbunin. Gjithë kanë lëvizur dhe unë them që lëvizja këtyre është më e pakët, por unë kam përshtypjen që është sipas edhe objektive që kanë. Për shembull te Laçi u kthye trajneri, Laçi nuk është fakt nga ato që largon shumë trajner, nuk më duket domethënë tjetër. Po nga Cumu që si duhet të intrigojë dhe vajten në Shkodër. Vjen Nica që është një trajner që ka njohje të mirë, ka fituar një kupë me. Plus edhe lojtarët tani janë lojtarë që do i përshtaten atij. Edhe thënë edhe te Partizani thamë që duhet shohin, do të presim ashtu si. Do flasim për Partizanin, kemi grupuar veç kryesuesin. Atëherë te Ballçi është problem akoma trajneri. Këto janë ekipet që mund bëjnë merkato, pastaj te këto ekipet të fundit nuk e di, sepse edhe kondicionohen nga problemet financiare që kanë. Okej. Shqeri ma komento pak rikthimin e Cungut tek Vllaznia. Duket se ka shku aty ku duhet, në vendin e tij, tek shtëpia e tij, por mbi të gjitha jo thjesht në Shkodran, por zgjidhja është e bukur edhe për Shkodrën edhe për vetë Cungun, sepse ai ka dhënë prova. Pavarësisht se e kam thënë dhe herë tjetër, unë mbulonte nga
stofi i drejtori teknik Sulstarova kur ishte te Kuksi, për arritje suksesin më të madh të futbollit shqiptar me klubet. E tregoj dhe tek Laçi që pavarësisht klasifikimit nuk doli nga fundi, është midis më të mirëve, pati disa lëkundi për shkak mungesash, për trajner serioz, i ri që ka ambicie, me kërkesa shumë. Më shumë bukur që ka shkuar. Tani aty vendose edhe sa do i dalin garant nga ana financiare, sepse u tha tani që problemet nuk do jenë më ato që ka trashëguar, domethënë vllaznia, sepse ndryshe nuk ka se si të shkojë përpara, nëse këto nuk zgjidhen, që vazhdojnë me greva, që nuk dalin stërvite, që pastaj që kuptuan. Jo, pavarësisht anës financiare, më mirë se Congu aktualisht asnjë nuk do të lojtarë tek vllaznia. Duhet edhe përkushtimi lojtarëve, nëse ti nuk shkon stërvite, sepse ka hallin që s'ke marrë rrogën, pastaj çdo bësh në fushë lojë, se ajo reflektone. Mirë, do të vazhdojmë flasim për merkaton, po do të flasim tashmë për ekipet që synojnë në Europën, siç është Kuksi, Tirana apo Teuta, ndërkohë edhe për dy kryesuesit, Skënderbeun dhe Partizanin. Ndjekim këto kronika dhe kthehemi përsëri në studio. Kuksi, Teuta dhe Tirana janë tre mosketierët e superiorës që në garë mes tyre kërkojnë Europën, por që kjo fazë përgatitore solli një tjetër garë tashmë jashtë lojës, qëllimin për të freskuar radhët e tyre. Tregu i futbollistëve ka qenë jo pak i mbushur me emra, qofshin këta edhe nga jashtë, ku duket se më së shumti vijnë nga Brazili, Kroacia, Maqedonia, por dhe brenda kampionatit shqiptar me lojtarë të lirë. Skuadra kuksiane duket më e prirë për blerje të tilla, kur mendon që jo pak, por 7 emra kanë mbushur radhët e saj pas një faze përgatitore të zhvilluar në Ulqin. Roland Pecini, tetovari Emini, braziliani Da Silva, kroatët Zvomekovic, Koetano, por dhe lojtarë të tjerë shqiptarë si Imami, Turtulli apo Sulmata, janë emrat që do t'i shërbejnë trajnerit Klodian Duro për të ndryshuar për mirë në pjesën e mbetur të kampionatit dhe për të qenë të gatshëm t'i shkojnë objektivit të zonës Europës deri në fund. Ndërkaq, emrat larguar janë Lima, Kruiz, Ndoni, Rama, Veliu, Francisco dhe Dhima. Në Ulqin, skuadra ka luajtur një ndeshje miqësore dhe ka fituar me Otranton me shifrat 5-0, por kjo nuk mjafton për të parë akoma deri më 31 janar në ditën përmbyllëse të merkatos së futbollit. Nga ana tjetër tek Tirana, lakohen më pak emra në shërbimin e trajnerit Ilir Daja. Bardhëblut kanë afruar Almeden, William dhe Idrizaj, ndërsa ndjejnë largimin e Fortunat, Frashit, Kavdanskit edhe në një lojtari tjetër. Faza përgatitore e bardhëbluve ka qenë brenda shtëpisë së tyre, duke luajtur edhe ndeshje miqësore, ku ajo me Apollonin nuk ka rezultuar pozitive, sepse skuadra e Tiranës humbi me shifra të thella 4-2, ndërkaq që mes ditën e së dielës, Tirana ka luajtur një ndeshje miqësore në fushën e saj me ekipin e Korabit Peshkopis, skuadër që mban vendin e tretë në kategorinë e parë. Nga ana tjetër, Teuta duket se nuk ndryshon shumë në përbërje dhe objektivat e saj. Në ndërtimin e trajnerit Gugash Magani, dursakët kërkojnë të ruajnë boshtin, por me pak ndryshime, duke afruar Njazlenen, Stanic dhe Kadriun, ndërsa janë larguar Kukaj dhe Ferraj. Ndeshjen e fundit miqësore me Partizanin, ekipi dursak e ka humbur me shifrat minimale 1-0, por loja e tij ishte për të admiruar. Teuta mban vendin e tretë deri më tani me 30 pikë, duke lënë pas në renditje 2 ndjekësit e saj më të afërta që janë në garën europiane me të, Tirana dhe Kuksin me 29 dhe 28 pikë. Deri me 30 janar ka edhe afro 2 javë që janë shumë por dhe pak për të mbyllur gjithçka dhe për të rinisur kampionatin në objektivat e vendosura që në startin e tij. Ekipet që kryesojnë Superligën kanë kaluar pushime dimërore të zhurmshme për arsye të ndryshme. Nëse tek kampionët kanë marrë trajtën zyrtare largimet e Olankës dhe Berishës, të përfolura shumë në fundin e edicionit, tek Partizani ka ndodhur një revolucion i papritur. Tekniku Starova është larguar për t'i lënë vendin trajnerit italian, Andrea Agostinelli. Duke parë diferencën e pikëve me Skënderbeun, lëvizja tek të kuqt duket e nxituar. Gjithsesi, drejtuesit e klubit janë justifikuar me zhvillimet e reja strukturore të Partizanit dhe kanë nxituar të bëjnë merkaton e shumë dëshiruar nga tifozët dhe ambienti i kuq. Skënderbeu pasi mbylli me sukses një tjetër operacion, në dalje si ai i Bernard Berishës te Anxhi, afroi një tjetër shqiptar premtues, Valmir Nafiu, ish lojtarit të Hamburgut
dhe Apoelit i është rezervuar një kontratë 3 vjeçare nga klubi dhe duke parë moshën 21 vjeçare të shqiptarit nga Maqedonia, kjo duket një tjetër lëvizje e zgjuar nga Take dhe Fakic. Tjetër goditje e kampionëve mund të quhet Nureddin Orelesi, i cili rikthehet te klubi i tij së bashku me Sebino Plakun, i larguar nga Partizani me konsensus, ndërkohë që vlerat e një tjetër afrimi të bujshëm si braziliani Renatinho duhen parë në fushë. Për të kuqt, Agostinelli po përdor miqësorët për të njohur lojtarët dhe për të parë blerjet. Testi i parë i rëndësishëm i Partizanit ishte përballë Teutës, luajtur në fushkruj. I vëzhguar special në këtë miqësore ishte Kone, i cili e filloi si titullar në krahun e djathtë të mesfushës. Francezi lëvizi mirë, por pa ofruar diçka të veçantë që mund të bindë klubin. Me kaq u mbyll edhe prova e tij tek të kuqt, duke pasur edhe francezin tjetër Diop, afrikanin Kamara dhe Kuqin që gjithashtu dështuan në këtë eksperiencë. I vetmi që mbetet në provë për momentin është Festin Krasniqi. Afrimet zyrtare të Partizani deri tani janë Atanda në mbrojtje, Elshani, Ramadani dhe braziliani Gomes në repartin e mesfushës, ku me sa duket do të ketë edhe një rikthim të bujshëm si ai Emiliano Villes. Partizani ka bërë të vetin edhe portierin e talentuar të Besës 19 vjeçarin Mario Dajsinani. Miqësorja me Dursakët përfundoi 1-0 me gol të Mazrekët, duke nxjerrë në pa një problem kronik të kuqve, shpërdorimin e shumë rasteve. Edhe Agostinelli në intervistën pas ndeshjes e pranoi këtë fakt, duke shprehur nevojën për shtimin e radhëve të sulmit me një gol shënues. Pikërisht aty duket se klubi po kërkon me ngul. Zorëve mbi bosnjakun Fajic, ditët e fundit po ushtohen ato mbi Pero Pejic. Rikthimi i kroatit në kampionatin ton do të ishte bomba e vërtet e kësaj merkatoje. Ekonomikisht duket një operacion i vështirë, por identikiti i cili përmbush të gjitha cilësitë që kërkohen për goditjet e fundit është i ngjashëm, sulmues shtatlart me eksperiencë dhe efikas para portës kundërshtar. Ishin kronikat përgatitura nga kolegët Dëfrimet Hasani dhe Kristo Thoma. Atëre, Neri, janë përmbushur ato synimet e Tiranës dhe Teutës për sulmuesin e golit, sepse Kuksi është shfaqur të paktën i kënaqur për Tiranës dhe Teutës, sepse po flasim fillimisht për ekipet që synojnë Europën. Te emrave dhe edhe epiteteve që vut ju, e mbretër e merkato, them që përgjithsisht, kur ka ardhur e sita fundit, gjithmonë kthehesh që merkato e Dibrit kur nuk është në nivele për shumë arsye që janë objektive në gratë parë. Në qoftë për të pritur tek Tirana sidomos, sepse në fundit Teuta nuk është se ka qenë pa sulmues. Tirana ka qenë realisht pa sulmues. Dhe ndoshta mund bëhet megjithse tipet për shtypje që ne gjykojmë jo rrallë që nga dyndja që mund të ketë se sa vlerë ka merkato. Në fakt mund të jetë shumë e reduktuar, po mund të jetë i qelluar dhe të bëjë punën e tij. Okej. Elton, kanë bërë lëvizje të zgjuara këto 3 skuadra, pra flas për Tiranën, për Teutën dhe për Kuksin që synojnë në zonën europiane. Dhe çfarë presin nëse jeni në dieni ndërkohë? Që nuk është mbyllur ende merkato. Ta fillojnë nga Tirana, meqense kam kërkuar bashkëpunoj me klubin e Tiranës. Çdo gjë varet nga afrimi i sulmuesit. Është vërteta që thotë Neri, është ekip që nuk ka sulmues dhe kërkesa e vetme të paktën e trajnerit Daja që duhet të realizohet me çdo kusht deri në fund të sesionit merkatos është afrimi i sulmuesit. Tregu mund të jetë Brazili, Uruguay, Serbia, Kroacia, mjafton që të jetë një sulmues cilësor që të shërbej stilit lojës edhe filozofisë si ka trajneri Daja. Mund të ketë të tjerë përveç këtyre dy Di që janë duke negociuar me një sulmues të kombëtarës kroate dhe me një lojtar serbo-bosnjak që luan në një nga sulmuesit më të mirë të kampionatit bosnjak, jo Fajic, është dikush tjetër. Është tjetër. Një nga sulmuesit më të mirë të kampionatit bosnjak, janë negociata, nuk e di sa do realizohet. Okej. Dhe ky është, le të themi, pjesa kryesore e shqetësuese për klubin e Tiranës në këto momente. Për sa i përket reparteve të tjera, përveç se largimeve që kanë pasur pozicione të pothuajse të pashfrytzueshme, sepse kanë qenë lojtarë më tepër që ishin pjesë e jo 11-ës parë, ndoshta mund të hyjnë merkato edhe për një mesfushor.
Teuta dhe Kuksi? Teuta ka disa sulmues të rinj, bjem interesant, që me cilët është bazuar projekti fillestari i Teutës. Askush nga ne nuk e prisë që Teuta të kishte këtë curi, për që janë gjithë koshient për atë çka përfaqësonte Teuta në muajin gusht, ose në shtator kur filloi kampionati. Kështu që nëse drejtuesit e Teutës mendojnë që duhet të rrisin akoma më tepër kualitetin, ndoshta do të bënin merkato, por në ndjenjen time nuk është se kanë domosdoshmërisht kërkesën e një sulmuesi. Trajneri Magani ka një grup interesant, një grup që ka filluar punën, që i ka dhënë frutë të veta. Magani ka kërkuar sulmues, se e ka thonë dhe zyrtarisht domosdoshmë. Nuk është në ato ekipe si Tirana që i kërkon sulmuesi me çdo kusht. Dhe në rast se nuk i vjen Meganit, nuk do ngelet pengi i mosafrimit e kisha në këtë prizëm. Teuta më duket se ka bërë lëvizjen më të bukur, po flisja dhe me Gerdin, duke marrë Njazlenën, po. Ai është sikur më shumë se sa sulmues e mbrojtës, o e donte atë vend Durrësi për t'u plotësuar. E që ndis lojë, nuk e di si e lëshoj flamurtari puna juaj. Ndoshta efekti i numrit të lojtarëve tuaj, s'ka lidhje. Pasaport maqedonse apo pasaport maqedon nuk ka lidhje me efektin e lojtarëve tuaj. Lena kishte dëshirë të ndronte pak klimën e detit, nuk donte një miksim midis. Donte jon dhe Adriatike, donte vetëm Adriatike. Det Vlona në Durrës. Se lutem, Vlora ka 2 dete. Ka 2. Është jon dhe Adriatik. Domethënë ne kemi rezultate të mira, kemi një batutë në Labri, themi të na roj djali. Kur kemi të këqija të troj vajza. Jo, megjithatë pse? Shko, është mbi të gjitha është një njeri mrekullueshëm. Është një djalë me karakter të plot. Kërkoj të largoj nga Vlora me mirë kuptim. Vi doni që Grindavec, jo ai të mirë sa Lena. Tu keni të drejtë. Okej. Marini, Kuksi? Ndërsa Kuksi po përpiqet me sa shoh të afrojmë shumë lojtarë në repartin sulmues, edhe se me thënë drejtën braziliani Lima për atë çka shfaqe ekipin tërësi, mendoj që ka qenë një finalizues i mirë. Duhet përqendrohej për mendimin tim për të forcuar repartin e mbrojtjes, sepse i ka lojtarët e pakët dhe nuk mund të shtysh kampionatin me 3 apo 4 forca në këtë repart. Edhe në mesfush mendoj që duhet kishte bërë më mirë. Ka afruar një brazilian mesfush që nga rrjedha e kuptohet e brazilianëve që ka pasur në gusht, ka Jefferson erdhi ky. Tjetër version, iku Jefferson, erdhi një tjetër, por ky ka karakteristika të ndryshme, është më pak lojtar ofensiv se sa Jeffersoni. Brazilian tjetër për sulmin, por negocion me një sulmues tjetër edhe nga kampionati bosnjak. Këto janë to lëvizjet e shumta, përveç disa lëvizje 2-3 djemve të rinj që i kanë ndoshta për plotësuar pjesën e grupit për të pasur vazhdimsi më të madhe gjatë sezonit. Gerdi, çfarë evidenton tek 2 ekipet kryesuese? Skënderbeu dhe Partizani. Shkurti mirë se nuk kemi shumë kohë në dispozicion. Evidentoj 2 drejtorë sportivë. Janë të vetëm të klube dhe jo rastësisht janë vend parë, kanë të 2, pavarësisht se i morën rrugës, ndoshta njëra tjetrin ishte nuk e di më parë Partizani apo Skënderbeu. Mori drejtorin sportiv të parë. Por janë 2 klubet që funksionojnë me këshyrje dhe me njohje të lojtarëve që marrin. Ashtu si kundër Skënderbeu shiti 2 lojtarë pa provë, në shkruar në shifra, sepse ne dëgjojmë provë një javë, provë 10 ditë, fillon java, fillon një objektiv, Flamurtari, Tirana, Laçi, shumë skuadra kanë objektiv madhor. Mbas një javë. Dhe jemi akoma për provë lojtarësh që Skënderbeu më duket që ka vepruar më drejt. Thash, raporti drejt të larguarve me të lojtarëve të marrë, lojtarë cilësor, të këshyrur në kohë. Ndërsa Partizani më duket pak absurde, edhe pse e thash me drejtor sportiv, po të dëgjoj termin provë të Partizani, jo francez, jo Diop, jo aktivizuar 20 minuta, jo 15 minuta, jo po do bëjmë të ndeshje me Kevitanin për të parë lojtarë që kanë ardhur në provë, në një kohë që kohën dispozicion është e pak, më duket pak kontradiktor. Dhe duket që asnjëri nuk ka bindur përdesë janë larguar. Atëherë, një italian për Partizanin, Demi, Agostinelli. Tani eksperienca është, sepse është një që të ofron një CV. Ajo pasaj se çdo bëhet, sepse për fatin e tij, themi edhe të keq, është që i kërkohet titull kampion, nuk ka. Po. Unë kam folur me presidentin e Partizanit, domethënë është taksative që i kërkohet titulli kampion, sepse të tjerat pasaj ai ka arritur edhe më përpara, ja pjesëmarrjen në kupën UEFA, themi ose Europa League. Kështu që edhe ai ka qartë që do
do trofeun e madh, që edhe gjithë skuadrën që do bëj tani, dhe që po tenton ta bëj, dhe është në funksion kësaj ide, që ti do të dalësh kampion, do konkurosh me Skënderbeun, që është një rival që ai tani nuk e di e njeh apo se njeh nga afër. Pastaj se ishte e dur lëvizja ose jo, kjo pastaj ha debat. Po unë them që ndryshe nga ata që kanë qenë këtu, italian, domethënë bashkomas të tjerë që janë vërdallosur nëpër Shqipëri, që kanë marrë këtu licencën pro, domethënë ishin edhe pa licencë. Nuk ka lidhje ky është domethënë. Okej. Mirë, zoti Idrizi, kam dy pyetje për ju, edhe pse po flasim për Skënderbeun edhe për Partizanin. E para, Nuredin Orelesi, do të firmos për ju apo për Skënderbeun? Pyetje drejt për drejt, që nuk mund të jap dot i përgjigje drejt për drejt. Po ma e përgjigjen të... Ku nuk ka firmosur, nuk kam çfarë të them. Domethënë tek ne nuk ka firmosur. A do doni të firmoste do? Patjetër. Kush nuk e do një lojtar të tillë. Jeni ende në përpjekje që ta bindni të firmos? Bindja nuk ka ku fikur, i thon, po problemi është këtu që ne kemi dashur ta kemi lojtarë të tillë në strukturat e ekipit tonë. Do të jetë kënaqësi nëse do të zgjidhë Korçë për shkak të të kaluarës së tij, uroj suksese. Okej, është edhe një info që Hamdi Sali kërkohet në Turqi. Dini gjë për këtë informacion? Shiko, po, edhe unë si ju. Se edhe Fatmir e ka dëgjuar këtë gjë, apo jo Fatmir? Po, përndë, që do rastit për se me që ushtron aktivitetin. Po pra. Na thonë në lejtë. Jo, okej, bukur. Lajme falas, keni gjithandej, dhe unë po japin lajme falas, keni informacion të sakt, të paktën, në pjesë më të madhe të kohës, jeni sakt këtër. Është një klub në Turqi me stadion që vetë Şanlıurfa Spor. Presidenti i klubit një miku im, përpara një javë më kërkoi informacion për Hamdi Salin. Shkrenari për mua që një lojtar shqiptar të shkojnë kampionatin turk. Nuk e di çfarë ekipi është. Pastaj Şanlıurfa është kategorinë e dytë turke, po është një ekip që ka një trajner dhe një ardhmë shumë të mirë, është një shqiptar i Ka pretendon të futet në ligën e parë. Pro, nuk është. Ata duan e kam ndjekur me stadion Hamdi Salin, pjesën tjetër pastaj i takon klubit Korçës dhe presidentit. Sigurisht, po informacioni që nuk e quaj sukses një lojtar i kombëtarës që ka luajtur me Rapidin, shkoi deri në Amerikë, në Kinë, shkoi në kategorinë 2 turke, nuk e di fare. Edhe mosha bën vetë tani, s'është më njësoj. Po, në qoftë se bëhet fjalë për një ekip që pretendon të futet në kategorinë superiore të një kontratë $1 milion që zoti Shari mendoj që për Salin është një sukses i madh personal. Po në rast se po të një ofrohet, atëherë jam dakord me ju sepse për Salin është një sukses i madh personal. Shiko, ana financiare është një çështje tjetër, po është një klub që ka një objektiv. Dhe anën financiare ka shumë të shëndosh. Unë them që do të jetë një sukses nëse vitin tjetër ai do të luajë, sepse pas 6 muajsh ky ekip do të jetë në kategorinë e parë. Pra në Superligën turke do të jetë një sukses tjetër atje. Ky është mendimi im. Po krenaria për mua është kjo që një lojtar shqiptar ose një grup lojtarë shqiptar, sepse keni parasysh një gjë, përpara disa viteve me përjashtime të pakta, Klodian Duros dhe disa të tjerë apo Albanit, Bushit, ne në tregun turk kemi qenë inexistent. Më korrigjoj dashur. Redi Jupi. Edhe Redi po me ekipet e Diyarbakır Spor, ekipe shumë provinciale flas, më kupton? Kurse kemi Cigaleshin, kemi lojtarë tanë e të tjerë, po fatkeqësisht do të kemi prap nga nisëm rastin e Cigaleshit, menaxherët tanë të famshëm, nëpërmjet Hajdukut të Splitit apo një ekipi tjetër kroat, e ricikluar në Turqi me një kosto për 1.9 milion euro, kur nisja nga Shqipëria, nisit akademitë e të tjerë fituan vetëm 100.000. Pra, nëse do me menaxherët e pas keni. Nuk e di, se kam me faktin. Pra, një lojtar që vjen në kampionatin turk, nuk e di. Pra, Cikaleshi ka ardhur me 1.9 milion euro në karton. Nga Shqipëria ka shkuar me 100.000, pas një vit e gjysmë. Cila është arsye që ne nuk jemi të aftë të kampionatin tonë, të kalojmë një upgrade pak më të lartë, të arrisim cilësisht. Mos desha të nëmblëtsoj Jub Dervali, një figurë e jashtëzakonshme ka shkuar në Turqi para kaq vite. Jo, e di kush është Turqia. Po është edhe koeficienti i kampionatit tonë që është i ulët, ë? Po jo për një vit e gjysmë kot, lutem, jo për një vit, 100.000 me 1.9 janë 19 herë. Shqipëria nuk është vend i botës së tretë. Kupton? Pra ne nuk jemi shqiptarë të viteve 90, nëse keni pak parasysh aspektin kalendarik sot. Pra dhe këtë arsye them unë, kjo është një arsye që duhet të argumentojmë tepër. Pse? Okej. Mirë, Shqari, Skënderbeu fazën përgatitore në Marbella, të qetë dhe duket se ka punuar me emra të goditur. Skënderbeu del përsëri kampion. Këtë kishe parasysh të nxjerrje për me. Jo, këtë kishit ju parasysh. Skënderbeu është në pozita shumë të mira, është ekipi më i mirë prej 5 vjetësh kampion, edhe do dali edhe këtë vit kampion, sepse kryeson kampionatin, ka lojtarët më të mirë
edhe pse janë larguar 2 perla për futbollin tonë, blerjet janë të tilla që e justifikojnë atë që mendon se do të arrijë Skënderbeu përsëri këtë sezon. Për të larguar Olaink apo duket si Renatinho nuk është aq bindës, të paktën nga informacionet e para. Bindse janë para që thotë zoti Idrisi. Ka fituar shumë në një anë, por nuk rrezikon për hir të këtij transferimi. Dakor. Neri, lëvizje, le të themi, e dyshimt tek Partizani, pra e nxituar në këtë kuptim. Gjykim personal. Ma jep një gjykim tënd personal. Duke u nisur nga disa parametra. Nga të qenit gjithë unison për vlerën profesionale të Starovës, për njohjen e terrenit futbollit shqiptar, dhe nuk plas kur them terrenit futbollit shqiptar, nuk them thjesht e vetëm 4 këndshën e fushës. Starova njeh tërë atmosferën e futbollit shqiptar. Mu duk një lëvizje e të kaluar, sidomos në moment kur qartë se po tjetë në i fund kampionati shkretë e natyrshme. Por më duket sikur atë tjetrin po i vë në karrige elektrike, dhe një të fitosh kampionatin, një kampionat që i se ti ku bi me shtëpi. Më duket dhe të prunën që ose do të ekzistojë si kërkesë. Jo është taksative? Me kanë thënë zyrtarishtët? E që do t'i bëjmë pastaj qofse se me? Po do i shkarkojnë çdo projekt, ata burg në fuzin. Kontratën 6 muaj ka. 6 muaj ka. Megjithatë, unë them që Partizani ka shanse të mëdha për të fituar titull. Okej, e balancua. Sepse, jo për balancu. Te Skënderbeu këtë Këto nuk është se ne po vendosim të vëvejmë vullat. Po thjesht nga 2-3, kur thonë indicje. Largimi Oleinkës, s'po them Berishës, po thash, forcën godicet kryesorët skuadrës. Dhe këto pikpyetjet që na thotë... Po pra që Sali kërkohet ande nga Turqia? Bën 2, nuk janë pak shtoj këtë brazilianin që nuk po bin, dhe unë e shoh pak me dyshim duke i shkuar kësaj idejes. Më ndjeni që edhe thirrja e plakut, rikthimi i plakut, është që ata janë të pakënaqur me situatën që kanë, por nuk është se po marrë një lojtar të momentit. Nuk është një moment, s'po them jo, po nuk është moment. Ja do na zbuloj Eltoni, tani jam e fokusuar të këty Elton, informacione. Do të vi Pejić tek Partizani? Se është lajmi momentit. Për momentin jo. Ka qenë menaxheri Pejićit. Jo, është. Për momentin, Pero Pejić nuk vjen te Partizani. Ç'do thot për momentin? Do thot që merkato është hapur deri në 31 janar. Okej. Deri tani nuk është e vogël. Nuk përjashtohen. Unë jo më larg se dje ka marrë konfirmim zyrtar nga klubi aktual i Esteglalit në Iran, që nuk kanë ndërmend që ta huazojnë, sepse formula do ishte vetëm ajo e huazimit. Kupton, lojtari ka një kontratë të vlefshme 24 muaj për 2 vjetësh, që është nënshkruar në fillim të gushtit, kështu që është e pamundur që të ndërpres një kontratë e cila i sjell përfitime të mira financiare, le ta themi hapur të, sepse. Sigurisht. Megjithatë, vetmi handikap, nëse mund të quhet handikap, është pjesa e mos aktivizimit ashtu siç ishin pritshmëritë kur u firmos kontrata. I vetmi element që mund ta realizojë këtë tratativë është kjo pjesë. Megjithatë është shumë e vështirë. Dje ka marrë përgjigjen e parë zyrtare nga klubi Esteglalit që për momentin nuk kemi ndërmend ta lvizim. Megjithatë, tash merkato është e gjatë. Sigurisht, në 30 janar. Në mungesë të Pejićit, çfarë po bluan Partizani, se s'mund të rri pa një sulmues që kërkon drejtori Dervishi po lviz fuqishëm në drejtim të shtetit fqinjë të Italisë. Për të negociuar aso për të ndërmjetësuar me një lojtar që ka luajtur në Serie A, ish lojtari Veronës, aktualisht është në Serie B, dhe emrin nuk mund t'ja them sepse jam pjesë e negociatave dhe për etikë profesionale nuk mund ta përmend. Në Serie A, me cilin ekip ka luajtur? Ka luajtur me Veronën, tashti luan në Serie B. Emri nuk ka zbuloj. Jo, të merrni ca indicie që ta zbuloni vete kështu. Por është gjithmonë një tratativë, flasim për një tratativë huazimi. Është për një lojtar që kërkohet hua te klubi aktual ku është. Dhe është sulmues pyet. Është sulmues qendror. Partizani ka lvizur shumë pak merkato përpos atyre provave që për mua kanë qenë disa lvizje disi të amatore. Jo amatore, po ndoshta për të plotësuar pjesën dhe të Partizanit B, po edhe për të parë element për të ardhmen. Kjo ka qenë vërteta që kanë pas idenë në kokë. Ndërsa lvizjet e vërteta për ekipin e parë, sepse ka një grup të konsoliduar, një grup që ka çuar
deri aty ku është që e dim të gjithë, 3 pikë larg kryesuesve, që i mungonin 1 ose 2 elementë. Meqense se kishin probleme me forcën goditëse, mendonin që ndërhyrin merkato me një sulmues të tipit të qendrës dhe gjitha përpjekjet i kanë përqendruar aty. Gjithashtu kanë marrë një lojtar me shumë vlera, siç është Gomes, që mendojnë që do të shërbejnë repartin mes fushës ku ishin të mbi populluar me lojtar të tipit më tepër në aspektin mbrojtës. Okej. Po Skënderbeu? Skënderbeu jam dakord me Mnerin që thotë nuk e jemi aq sigurt që mund të jetë më Skënderbeu i fazës parë, sepse edhe unë jam dakord që Olainka ishte një forcë e madhe goditëse, edhe pse kam besim që Sali është ai që do ta mbajë akoma peshën më të madhe të sulmit. Por i ke dy elementeve si Berisha dhe Olainka, besoj se ka dobësuar. Ishin pjesë e integruar e grupit dhe nuk e di nëse të ardhurit do përshtaten kaq shpejt me filozofinë e kësaj skuadre që ka bërë mirë deri tash. Okej. Mirë, mbyllim merkaton në Shqipëri, do të flasim pak edhe për një temë tjetër që nuk është e fundit nga rëndësia, për lojtarët tanë që luajnë për Evropë, që duket që përveç Hysa që po kalon një formë të jashtëzakonshme te Napoli, të tjerët nuk është se po kalojnë momente dhe aq të mira në prag të kampionatit evropian Francë 2016. Do ndjekim një kronikë nga Enos Kaço dhe kthehemi në studio.